Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte kemi vendosur me u marrë me krizën e tanishme në Maqedoni, ku gjatë këtij muaji kemi pa protesta të opozitës, mes tjerash lidhur me amnestin ndaj njerëzve të pushtetit të akuzuar për përfshirje në afera të ndryshme korruptive, krizë kjo e cila për ne në Kosovë u bë pak më e afërt që prej luftimeve dy ditore që u zhvilluan në Kumanov me 9-10 maj të vitit kalum. Për të kuptuar më mirë se çka ka ndodhur prej atëherë deri sot, unë këtë javë u takova me disa qytetarë të Kumanovës, pastaj shkova në Shkup për me bisedu me Artene Iseinin, avokaten nga Shkupi që po i mbron 11 prej 37 të akuzumve shqiptar që mbahen në burg Maqedoni prej rastit të Kumanovës, si dhe shkova edhe në Tetov për me u taku e me intervistu Ali Ahmetin, kryetarin e BDI-s, partisë shqiptare që është në koalicion me VMRO-n, VMRO-ja, partia maqedonase e cila po kritikohet nga qarqe ndërkombëtare dhe opozita maqedonase shqiptare e maqedone që ka sjell vendin në krizë të thellë politike e ligjore. Nëse rini me ne deri në fund të këtij emisioni pak më të gjatë, kemi me pa jo vetëm materiale që i kemi xhiruar në Kumanov, Shkup e Tetov, por edhe një debat mjaft informativ për gjendjen në Maqedoni me disa përfaqësues të opozitës të cilët erdhën në studion ton në Prishtinë bashkë me analistë e gazetar. Ata janë Ziadin Sela, kryetar mjaft progresiv i komunës së Strugës, Bilal Kasami nga Lëvizja Besa që ishte në krye të disa protestave që u organizuan në Shkup, si dhe Haki Abazi, Gjevdet Pozhari, analist e gazetar që sot punojnë edhe në Maqedoni edhe në Kosovë. Po e shohim një herë, çka i patën thënë qytetarët e Kumanovës para një viti ekipit ton kur xhiroi gjatë krizës në maj 2015, më ja përkujtu pak vetit se ku ishim që me vazhdu të flasim për sot. Këtu në që këtë zonë s'kam po asgjone, të më thonë që i kanë luftu me dikan. Mos kush nuk ka pa. Mos sen s'ka pa kush e sen s'ka pa. Nuk muj më të kallëzu se me kanë liftu, po po dije se me kanë liftu. A ka pas Maqedon, a ka pas Shqiptar, a ka pas Nuk muj me ditë. Nuk dim kur qa. Nuk dim kur qa. Me pas pam asgjë veç krismave. Nuk di unë, nuk kam pa, nuk dim, pasi që po e tregoj unë se si ka qenë situata tek ne. Nuk kemi pas informacione, nuk di. Një vit pas këtyre luftimeve, na pret një pamje që për mua është tipike për shqiptarët e rajonit që kanë përjetuar dhunë konflikt në 2 dekadat e fundit. Për dallim prej popujve tjerë në Ballkan, shqiptarët menjëherë kanë filluar me i rindërtu shtëpitë e damtuara prej plumbave, madje edhe me ja ushtu ka një kat më shumë se që i kanë pas këto shtëpi para luftimeve. Për mua kjo tregon një farë këmbgulësie të këtyre njerëzve për me mbjetu, me u çun këmbë veta shpejt e edhe ma shumë muaj me trashëgu me çdo kusht, edhe ma me bereqet se në kohë gjatë konfliktit. Pra gati secilën shtëpi e gjeta duke u rindërtu në lagjen e trimave, edhe ato me paret shtetit. Por për çudi, edhe sot, përgjigjja në pyetjen se a i dim çka ka ndodhur është nuk di. Kush menoni që ka faj për sa që ka ndodhur? Zdi hiç unë atë. Zdin. Nuk di. Mirë, po të pyesa e kanë përkra luftar shqiptar, jo a i kanë përkra policin. Jo, atë nuk di unë. Nuk di. Ja, nuk di. Nuk di atë, nuk di. Atë punë. Stesh di. Unë di kur i ka bosh pjetë e gjekta, atë qëtër zdi. A menon që këtune që janë nguju këto që ka nisë me luftu, ja u ka mundu tjetër kush, apo e kanë ditë? Nuk di, hiç atë mësë pyet që atë zdi, teshur. Nuk di, ndoshta edhe është problemi deri te me jo mill frikën popullatës. Nuk di asgjë armatimi se si ka hi. Ato veti din më mirë. Nuk di asgjë. Që ata që kanë ardhur këtu, ushtarët që disa kanë vdek, disa sot janë burg, a kanë pas përkrahje qytetarëve kësaj lagje a jo? Përkrahje qytetarëve nuk kanë pasën se e kemi ditë këtane. Kjo a paralajmëru një muaj më parë, a lajmëru se
ka me pasën incidente, por nuk i kemi ditë se ku do të ketë edhe çka do të ketë edhe çka do të bëhet me neve. Kush kene ka trahtu këtu? Po këtu janë tradhtu nga hem politika, hem shërbimet. Mas vizitës në lagjën e trimave në Kumanov, ishte qartë që ka gjana që qytetarët e qasaj lagje nuk janë gjendje me mi thonë para kamerave, sepse herën e fundit, kur mediat i kanë intervistu para një viti për ngjarjet Kumanov, aty në një ditë mas, ju ka ardhur shërbimi sekret, disave për tyne, shërbimi sekret Maqedonas Shpe, edhe i kanë pyet pse keni dhënë deklarat për media. Në qësirë e thona, është e qartë pse njerëz nuk mujnë me na thonë edhe neve të vërtetën, edhe nëse din diçka ma shumë për atë që ka ndodhur. Për me ju afru së vërtetës, e mora rrugën për në Shkup, ku punon Artene Iseini, avokate e 11 të akuzuarve për 37 Sajan Burgos në lidhje me luftimet në Kumanov. Takimin me zonjën Iseini e caktova pikërisht në portën e Maqedonisë, të cilën protestuesit e kanë knaq me ngjyra, si shenjë proteste ndaj një projekti që i ka zhvesh 500 milion euro nga fondet publike të shtetit Maqedon për me ndërtu disa monumente megalomane në qendër të Shkupit që e kanë shëndru këtë qytet në një kopsh zoologjik të statujave që janë jashtë çdo proporcioni normal arkitektonik në krahasim me ambientin që i rrethon. Kritikët e kanë quajtur këtë projekt larje parash. E kur jemi te larja, për neve, kjo port funksionoi si streh e mirë për me zhvillu bisedën të mbrojtur nga shiu. Artene Iseini na tregoi që mes 37 shqiptarëve të akuzum, ka shtetas të Kosovës, Maqedonisë e Gjermanisë, prej këtyre në Kosovë janë më të njohur Gen Sefa e Sami Ukshini, që janë klientë të zonjës Iseini. Unë e pyeta më së pari për ta. Çka ka kërkuar Gen Lushnja në Kumanov, Sami Gjakova në Kumanov? Ndoshta njëjtën atë që ka kërkuar Isa Boletini në Vlorë, apo Gjem Gostivari në Elbasan. Po i paraqet si luftëtar të lirisë. Na ishim qëtash në Kumanov, ata aty nuk po përjetojnë bashkë si luftëtar të lirisë. Qytetarët e lagjës trimave po thojnë ata kanë qenë djemë që janë kurthu, djemë naiv, që dikush i ka tradhtu. Sipas provave të grumbulluara nga ana e mbrojtjes dhe deklaratave të këtyre djemve, konsiderojmë se ekziston një dorë e largët, e cila i ka nxitur, i ka shtytur, ka vëvu në lajthim, i ka tradhtuar dhe i ka vëndu në kurth këta djemë kosovar duke i keqpërdorur ndjenjat e tyre patriotike. Mas një viti, a ke mujt me hulumtu edhe me zbulu, kush na qenë ka që dorë e largët, që i ka fut ata djemë në kurth atë? Edhe për kundër përpjekjeve të mbrojtjes që prokuroria të hetoj në mënyrë të mirëfillt rastin dhe ndriqimin e rastit të Kumanovës, ajo vazhdimisht neglizhoi propozimet, ja na shkaloi provat që do të na çonin në ndriqimin e rastit në tërësi. Prokuroria refuzon marrjen në pyetje edhe pse janë të drejta elementare të garantuara me kodin penal, me kodin e procedurës penale të Maqedonisë dhe Kushtetutën e Maqedonisë. Çka po thonë ata? Çka ju ka ndodhur? Kush i ka shtyme shku aty? Pikrisht njëjtat që o përcolla, do të thotë ata janë manipuluar, janë shfrytzuar, janë nxitur, vetë procedurat dhe koha do ta tregon të vërtetën. Atëherë edhe ju po doni me mshef, edhe ata kanë çka me mshef. Është në interes të procesit gjyqësor që në këtë moment mos të paragjykojmë ose prejudikojmë. Ajo është një dorë që nuk ja ka dashur të mirën dhe i ka shfrytzuar ndjenjat patriotike të këtyre djemve. Kur po thon ndjenjat patriotike, a mundësh me konfirmu ka do njerëz që kishin thënë këta djem pas kanë qenë naiv? Shiqoni, alkoolistin e josh me alkohol, patriotin, advetarin e josh me kryengritje. Tregom si po trajtojnë këta 36 akuzum në përburgjet e Maqedonisë. Në mënyrë çnjerëzore. Ushtrohet dhunë fizike, zakonisht je bët pas seancave, që mos kemi njohurinë e advokatët. Si njeri drejtësisë që punon shqiptare, ku e ki të lejume me fol shqip e ku e ki të ndalume me fol shqip? Sipas Kushtetutës së Maqedonisë gjysmë zyrtare,
në Maqedoni është gjuha maqedone dhe shkrimi çirilik. Ne në gjykat përdorim vetëm gjuhën maqedone. Nuk e konsideroj se është zyrtarizim i gjuhës nëse i sigurohet për kthim. Çka ndodh nëse ti do me majt mbrojtjen në Shqip? A mundësh? Jo, nuk lejohet. As mundesh ti me pas për kthim? E me zhvillu seancën në Shqip? Jo, për arsye se gjuhë zyrtare për zhvillimin e procedurës gjyqësore është gjuha maqedone. Këtë që ma e tha avokatja në fund të intervistës lidhur me gjuhën shqipe, pra që nuk është gjuhë zyrtare përkundër faktit që ka qenë obligim i nënshkruar në marrëveshjen e Ohrit, është argumenti kryesor që do ta ngrisin edhe anëtarët të opozitës që kanë ardhur këtu me mua sonte. Unë, gjithsesi, këtë çështje edhe kritika tjera që do të ngriten këtu do i adresoj veçmas me Ali Ahmetin, sepse ai s'ka pranuar të hyjë në debat me opozitën përkundër faktit që është ftuar, me arsyetimin se janë parti të vogla për një parti si BDI-ja. Sidoqoftë me mua në studio janë Gjevdet Pozhari, gazetar, ka punu në Alsat, themelues dhe kryeredaktor i Almakosit, tash e udhëheq sakt.net, një portal në Maqedoni. Bilal Kasami, kryetar i lëvizjes Besa, faleminderit që keni ardhur zotni Kasami. Ziadin Sela, në anën time tjetër, është kryetari i komunës së Strugës edhe udhëhec i lëvizjes për reforma nga PDSH-ja, si dhe Hakia Bazi, shef për rajonin e Ballkanit për ndihmën Fondacionin Rockefeller, i cili tash po punon edhe në Maqedoni. Ka të shkur Maqedonia në rend parë, zotni Kasami kisha fillu me ju, thjesht a mund të na bëni një analizë mas pari ku po mendoni ju që është të shkuq ky shtet? Po është vështirë me definu rrugtimin e vërtet të Maqedonisë, por ajo që po shihet kohët e fundit është një rënje e institucioneve dhe një rënje e shtetit. Prandaj Maqedonia për momentin është në një situatë vërtet të vështirë, ku të gjithë institucionet kryesore, si ata gjyqësore, institucionet politike, si që është parlamenti, është shpërbën, dhe institucionet të tjera, si që është kryetari i shtetit, me vendimet skandaloze të cilat i kanë marrë, tani më e kanë humbur legitimitetin e një institucionit të mirëfillt. Prandaj, sot Maqedonia është në një situatë vërtet kritike dhe nga kjo situatë mund të dilet vetëm me një bashkërëndim të gjithë forcave kryesore politike të vendit, por mbi të gjitha me një përkrahje më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar, veçanërisht të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zotni Sela, ka po mendoni ju që është një lloj zgjidhje? Jemi tu pa paka shumë çka po ndodh, po a keni ju ndonjë shtesë në këtë analizë dhe çka po mendoni që është e ardhmja e Maqedonisë? Ku po mendoni që është të shku? Fillimisht kjo që po ndodh në Maqedoni nuk është në risi sa i përket shqiptarë në Maqedoni. Unë do të kisha të thënë që Maqedonisë po i bien maskat e një shteti se gjoja po respekton drejtat e njeriut dhe një shteti i cili pas ka pas institucion. Maqedonia ndoshta është një ndër shtetet e vetme në ekzemplar në vetvete që ka shpallë pavarësinë vitin 91 mbi bazën e heqjes së të drejtave dhe okupimit të mbi 1/3 popullatës që është shqiptarët, që janë shqiptarët aty. Dhe prandaj them që edhe zgjidhja e problemit në Maqedoni do të ishte në momentin që do të ketë një konsensus më të gjerë ndërmjet dy popujve kryesor, të cilët e ruajnë mund ta destabilizojnë dhe ta stabilizojnë Maqedoninë. Dhe këto janë shqiptarët dhe maqedonësit. Nuk është në një risi ato të cilët prandaj thash ranë maskat, sepse për shqiptarët ka qenë i qartë që ky pushtet dhe sistem monton procese politike ndaj shqiptarëve, që ky pushtet dhe sistem dhe po këto të njëjtat institucione janë ato. Dikush kish me thonë monton procese politike jo vetëm ndaj shqiptarëve, dhe ndaj maqedonëve. Jo. Ka pas vetëm një rast, një proces montuar politik ndaj një kreut subjekti politik Lube Boshkovskit, dhe ky është rasti i parë dhe i fundit, mendoj të Maqedonës. Dhe ky është i njëjti i cili menjëherë edhe me përgjimet, me ato bombat e liderit të opozitës maqedonës, zotit Zaev, u nxorr në opinion, dhe me të cilën është marrë edhe prokuroria speciale. Ndërkohë që proceset e montuara politike ndaj shqiptarëve akoma nuk po gjejnë epilog. Flitet që ka përgjime për monstrën, dhe sot e kësaj dite nuk nxirret ky përgjim. Dhe këtu shihet edhe tendenca jo shumë
e pastër edhe opozitës maqedone, sepse pse të kërkosh shtet të së drejtës. Dhe nga ana tjetër të kesh një përgjim që flet për një procesues të montuar politik, ku shqiptarëve ju bën akuza shumë të rënda për terrorizëm islamike, fundamentalizëm islamik e gjithë. Mendoj që kjo nuk është ndonjë qasje e drejtë, sepse shteti i së drejtës për mua, konceptet e mia, është i tillë kur funksionon për çdo qytetar. Shumë mirë. Faleminderit për ç't hymje, veç para se më shku te Gjevdeti Hakiu, ma çelët ju një temë, tendenca e opozitës Tate Zaevi pas ka qenë çaq e pastër. Tendenca e opozitës shqiptare, a është e pastër ajo? Flas për pjesën tonë të subjektit politik të cilin e drejtoj. Unë mendoj që është e pastër, aq më tepër që ne nuk ju themi qytetarëve që të na japin votën sepse do të bëhemi pjesë e qeverisë, por përkundrazi. Ne si subjekt politik e kemi edhe në platformë që ne nuk do të bëhemi pjesë e qeverisë momentin që do të marrim legjitimitetin, derisa fillimisht nuk jepet zgjidhje problemeve që i kanë shqiptarët, ato që pretendojmë të përfaqësojmë, të arrihet barabartësia. Po ofroni udhëheqje. Po, ofrojmë udhëheqje, po fillimisht të arrihet barabartësia e tërësishme, sepse nuk është vetëm vendimet i sjell parlamenti. Tani ka gjatë kohë që në Maqedoni parlamenti është irrelevant, sepse vendimet i merr vetëm qeveria, por s'është e vërtetë. Debati kryesor, sjellja e ligjeve, ndryshimet kushtetuese bëhen në parlament. Faleminderit. Haki kisha pas qef me ty të më diskutu sa po ndikon Kosova në Maqedoni, qysh që një vjet prej çka ka ndodhur sot, sa kemi ndiku në Maqedoni si Kosovë? Është, po mendoj, e para është që gjendja në Maqedoni edhe në Kosovë është plotësisht e njëjtë. Fazat janë të ndryshme, edhe akterët mund të jenë pjesërisht të ndryshëm. Do të thotë kemi një shtet i cili plotësisht ka diskreditu institucionet e veta, ka një parlament edhe në këton edhe në anën tjetër që nuk funksionon, absolutisht, është sa për sy e faqe, dhe shteti është i kapur prej interesave grupore, klanore. U pa në ato bombat në Maqedoni që janë të njëjta me ato që pjesërisht e pa me pranë të aferën. Llojin e komunikimit, gjuhën e komunikimit, formën e komunikimit. Dikush kështon është mini aferë kjo në krahasje me ajo Maqedoni. Sigurisht që është mini aferë për faktin se nuk është leju ose nuk janë hedhë tjera diskutime në publik. Mirë po nuk është fjala të presim se çfarë në fakt mund të lajmërojnë bombat, është realiteti që duhet parë. Kemi një ekonomi të centralizuar, të kontrolluar plotësisht, që do të thotë se nuk kemi asnjë lloj dallimin që do të mund të fokusohesh përveç faktit se atje kemi një kompozicion tjetër politik, të e pas parasysh se ka parti politike maqedonase. Në influencën direkte, unë mendoj që partitë politike shqiptare që janë në pozitë tani, edhe ajo e BDI-s, edhe kjo e PD-s që nuk është në opozit formalisht, po në bazë të marrëdhënieve të cilat reflektohen, Zoti tha që duket se është në një formë, në një koalicion qeveritar të mshehur. Forma e veprimit tyre, logjika e veprimit dhe artikulimit të interesave të shqiptarëve në Maqedoni nga partitë politike në qeveri është pothuajse jo ekzistente. Dhe sigurisht që do të bisedojmë matutje për formën se si u sollën ata edhe për përgjimet, po edhe për rastin e Kumanovës, edhe rastin e mostrës që praktikisht çdo kush në publik në Maqedoni pret që të sqarohet deri në fund se çka ka ndodhur. Mirë po, vetëm të kthehem për një është e çuditshme sa të afërta në formën e veprimit është BDI-ja me PDK-n në Kosovë. Që ndoshta nëse shkohet matutje nuk mund të jetë edhe shumë e çuditshme të e pas parasysh lidhjen e afërt të zotit Ali Ahmeti me PDK-n dhe krahun e luftës në Kosovë. Gjevdet, prite kisha dasht me na pru pak, me na dhënë një përmbledhje që të ndodhë me gjykimin ndaj Kumanovës, apo dim diçka ma shumë sot, se që kemi ditë para një viti. Çka po flitet, apo keni mundësi si gazetar mas pari me i përcjell gjykimet e me parë, gjykim fair, hiq? Në rregull, nëse më lejon vetëm isha kyç pak edhe të pyetja në raport me Kosovën se si janë këto marrëdhënie me Maqedoninë. Kryeministri Nikola Gruevski tash sa vite është mandatar dhe ai asnjëherë nuk e ka vizituar zyrtarisht Kosovën. Në anën tjetër,
në inaugurimin e presidentit Ivanov, nuk kanë qenë ftuar presidenti Sejdiu me ftesë zyrtare. Do të thotë është një shpërfillje totale që nga ana Maqedonisë i bëhet Kosovës si shtet. Po ashtu kena pas një vizitë formale të presidentes Jahjaga, nëse ju kujtohet, ka shëtit kafeneve dhe është trajtu shumë jo seriozisht. E vetëmja vizitë një përfaqësuesi... Pas institucion se ka vizitua? Tash këtu desh në del. Vetëmja vizitë nga institucionet e larta ka qenë koha kur ka qenë president Pacolli dhe ajo është ftu me ftesë të bizneseve. Do thotë krejt qëllimi ka qenë të tërheqja e investimeve. Kjo flet mjaftueshëm se çfarë qëndrimi kanë institucionet e Maqedonisë ku bën pjesë edhe BDI-ja. Do thotë në vazhdimsi promovohen se VMRO-ja ka politika antishqiptare, çuditërisht sa më antishqiptare ajo bëhet më tepër i rritet reputacioni. Nëse marrim rezultatet e fundit zgjedhore, ajo ka dyfishu numrin e votave në raport me LSDM-n, partinë tjetër opozitare, e më herët kanë qenë të përafërta në përqindje, në ndërkohë që BDI-ja vetëm është vënë në shërbim të këtyre politikave. Apo aq më tepër, kur është fjala për të nder, kur është fjala për gjëra të tjera, BDI-ja e merr hisën që i takon. I përfaqëson me njerëz të vet nëpër institucione. Masi se kemi BDI-n këtu, po lejo mu bo pak avokati tyne me thonë që kam pas me bo BDI-ja, nëse do me qenë, nëse duhet me qenë një parti shqiptare në pushtet? Shumë të mëdha, vetëm dikush mi u bo avokati tyre, se me të vërtet është shumë serioze, dikush të avokoj për punën e BDI-s në Maqedoni, në përkëmbjen e drejtave që ju kanë bërë shqiptarëve në Maqedoni. S'ka pse tjetë, apo? Ka që ndërirë. Mirë, edhe partia që keni qenë, ju antari saj ka qenë bashkë pjesëmarrës i qeverisë me një kohë apo tjetër. Që ashtu është formati i koalicionit. Ka pas zgjedhjet parakoshme, nuk është që du të kthehem atje, është udhëheq nga një njeri tjetër politika atje në PDSH. Dhe sido që tjetë ka pas një krizë politike. Mira, ka qenë shumë ma pro-shqiptare që ajo që tërë? A ka qenë shumë ma pro-shqiptare dhe ka luftu për drejta dhe shqiptarëve gjatë kohë? Nuk mund konstatohet një gjë e tillë, po sido që tjetë shumë më mirë se sa koalicioni VMRO PDSH ka funksionuar shumë më mirë se sa koalicioni VMRO BDI. Sepse kanë qenë vetëm 2 vite qeverisje, shumë projekte të cilët atëherë u shënuan në letër, i morë përsipër BDI-ja që t'i realizoj, u realizuan vetëm në pjesën maqedonase, por shembull po marr një shembull. Zona e lirë ekonomike, koncepti i zonave të lira ekonomike që ka sjell goxha investitor dhe ka hap vende të reja pune, rezultati final i këtyre zonave të lira ekonomike është rreth 40.000 punësuar. Dhe e keqja është që nga këto 40.000 punësuar asnjë shqiptar. Sepse si politika u sollën gjatë koalicionit VMRO PDSH, pati zgjedhje dhe menjëherë mbas kësaj u bë një koalicion tjetër VMRO BDI, dhe keqja është që janë 3 ministra shqiptar radhazi, nga 2008 deri sot, të ekonomisë dhe asnjë vend pune për shqiptarët. Gjithë të zonat lira ekonomike janë në pjesën e Maqedonës. Mirë, momentalisht... Këtu pyetja do të parashtrohet se çka s'ka bë BDI, se shkaku se BDI në qeveri, derisa ka qenë në fakt s'ka bë asgjë për shqiptarët. Edhe këtu është problemi atë që... Ka dalë, dikush thotë, zëtin Kasum ka bë për votues të vetë. Nështë i ka shtim punë votues të vetë. Ka bë atë që lideri Ali Ahmeti në disa raste përmend se gjuha shqipe o zyrtare, që 15 vite pas asaj, para disa ditëve të konstatoj se tanima në agendën e BDI-s është zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Mirë, çka, hajde, nuk i kemi atë. Është në vete, është diçka që së ndodhe në asnjë shtet. Unë po du me folë për tarmen. Nuk i kemi këtu, po e qartë që keni dalë si lëvizje, pse s'jeni të kënaqur me këtë udhëheqje që ka po ofroni ju? Shumë prej njerëzve pyesin, a kemi me pa najsen tre me ju? Çka është diçka e re për dallim për tjerëve me ju? Patjetër që dështimi i permanent i Partisë Shqiptare në pushtet në Maqedoni që ti realizoj interesat e shqiptarëve të Maqedonisë e pruri që në skenën politike të dalin edhe subjektet e reja politike. Dhe sot e kemi në skenën politike Lëvizjen Besa, e cila është një parti politike e rinisë intelektuale të shqiptarëve të Maqedonisë, një rini e cila po të kishtë pas realizim të nevojave dhe të kërkesave të shqiptarëve që do të merren me politikë, sepse shumica nga ata ishin dhe janë në realizimin e, më thënë, të realizuar në profesion edhe në aktivitetet e tyre në sektorin civil. Prandaj dështimet e
politikanëve e prunë që kjo rini intelektuale një herë për gjithmonë t'i përvesh krahët si themi ne dhe t'i futet politikës. Sot kemi një parti politike e cila po kërkon përfundimisht që Maqedonia të ridefinohet, sepse vlerësojmë se Maqedonia është definuar që nga fillimi gabimisht, që në 20 vitet e 20 të shekullit kaluar në kuadër të Jugosllavisë si republikë është definuar si republikë për të krijuar një kombin Maqedonas, dhe ne kemi thënë nuk kemi problem në asnjë moment me kombin Maqedonas, po kemi problem se koncepti i krijimit të kombit Maqedonas ka qenë si koncept në dëm të gjithë komuniteteve, kombeve tjera në këtë rast të shqiptarëve. Kallëzimi detajet e këtij ridefinimi. Çka saktësisht po doni? Me ndru kufin komunal, federalizim, ç'është duket ai federalizimi juaj që po e propozoni? Përkundrazi ne nuk paragjykojmë rregullimin shtetëror të Maqedonisë, ridefinimin nënkupton që një herë për gjithmonë duhet të ridefinohet Maqedonia si shtet i barabartë i gjithë qytetarëve të saj. Në këtë rast si një marrëveshje mes dy popujve më të mëdhenj të maqedonasve dhe shqiptarëve. Dhe kjo do të bëhej në kushte të paqes, sepse vlerësojmë se të gjithë marrëveshjet politike të cilat janë bërë, por rregullime shtetërore të Maqedonisë janë bërë në kushte të konfliktit apo të një lufte. Lufta e dytë botërore, pastaj vitet e 90-ta kur Maqedonia u shkëput nga Jugosllavia, konflikti 2001 dhe gjithmonë marrëveshjet kanë qenë për dalje nga kriza. Ne kërkojmë që në kushte të paqes të ulen elitat politike dhe shoqërore të shqiptarëve dhe maqedonasve dhe të bëjnë një marrëveshje për të ardhmen e Maqedonisë, një shtet i cili nuk do t'i diskriminojë shqiptarët, nuk t'i diskriminojë qytetarët e vet, sepse vlerësojmë. Është kërkesa e lëvizjes besa, se vazhdimisht thoni se do të ulemi, do të bashkëbisedojmë, po jo me çfarë qëndrime do të dilni, me çfarë kërkese. Do me thonë, pyetja është shumë konkrete, po ju kisha lënë vetëm me mendu shumë pyetje mirë që vetë ja kisha bu edhe zotnit Sela, po përmenet një lloj ridefinimi, federalizimi, çka saktësisht? Njerëzit duhen me ditë çka keni nërmend. Ne kemi saktësisht si lëvizje për reforma, ne kemi bërë edhe një koalicion me Rilindjen Demokratike Kombëtare dhe kemi sjellë një platformë përbashkët të aleancës për shqiptarët. Ne jemi për një Maqedoni binacionale. Do thënë tërësisht e barabartë ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Kjo nënkupton që edhe gjuha shqipe do duhet të ketë të drejtën e përdorimit në të gjitha nivelet e përdorimit, por edhe në gjithë territorin, për shembull konkret Kosova. Serbishtja në Kosovë është gjithandej zyrtare dhe në dokumente personale dhe në institucionet shtetërore dhe gjithandej. A njoftu për njerëz që se din ku nuk është Shqipja zyrtare Maqedoni? Ku nuk është? Atëherë, me që e hape këtë debat. Shqipja në Maqedoni nuk i thon shqipe, po i thon gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është ndryshme nga maqedonisht, që është ofenduese për gjithë shqiptarët, jo vetëm Maqedoni. Tregoni ku i thonë çështo? Në çdo ligj dhe në çdo rregull shkruar në Maqedoni, vetëm shqip, gjuhë shqipe nuk ekziston në asnjë ligj. Nuk i referohet. Dhe kjo është zyrtare se sa ku nuk është, gjithandej nuk është, vetëm disa raste është. Është vetëm në pushtet lokal, në ato vende ku jetojnë mbi 20% e popullatës që flasin gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja mund të përdoret, apo? E njëjta ka qenë edhe me kushtet, vetëm ta përfundoj. Vetëm që të ndërhyj, aq sa dhe ministrat nga radhët e BDI-s në mbledhjet të caktuara flasin i drejtojnë njëri tjetrit maqedonisht. Do thotë kjo është skandaloze. Nuk kanë liri. Është ta përfundoj si ide. Po. Ndërkohë që edhe me kushtetutën e 91-shit ishte lejuar përdorimi, kushtetut që shqiptarët nuk e pranuan, nuk e votuan. Ishte lejuar përdorimi i gjuhës shqipe në pushtet lokal. Dhe tani lind pyetja për çfarë drejtë luftoi Ali Ahmeti, sepse tha që bëjmë luftë për drejtë. Apo, gjuha është rregulluar njësoj siç ishte me kushtetutën e 91-shit e tjerë. Nga ana tjetër, ky definicion është akoma më skandalos, sepse është definicion të cilën e gjejmë në vitin 1920, në kohën e mbretërisë serbo-kroate slovene. Në të njëjtën kohë, në atë kohë, në kohën kur në të gjithë ka qenë lejuar që të mësohet edhe në shkolla në gjuhë turke, shkolla tjera, vetëm në gjuhë shqipe s'ka qenë lejuar. Në presion të perëndimit, gjithmonë, serbët ka qenë detyruar të nënshkruajnë një traktat për minoritetet, në të cilët definicioni për gjuhën shqipe është i tillë. Në ato vende ku ka një përqindje të konsiderueshme të popullatës, që flasin gjuhë të ndryshme nga serbishtja, mund të hapën shkolla në atë gjuhë. Imagjinoni çfarë definicioni kanë pranuar BDI-ja që të votojnë një ligj në 2008, biles nëse VMRO-ja dhe deputetët e saj kanë votuar një herë, BDI-ja ka votuar 2 herë këtë ligj sepse kalon me shumicë të dyfisht. Apo, do thënë, këta, për të dalë pastaj të oferta jonë cila është konkrete, ne jemi për një decentralizim të mirëfillt të pushtetit.
dhe për ndarje të re territoriale. Ne nuk mund t'i themi Zhelinës Zhelin, për shembull, po marr një komunë në Tetov, dhe nuk mund t'i themi Negotinës Negotin sepse është gostivar dhe është Tetov. Ideja e këtyre 5-6 komunave rreth rrotull Tetovës që janë bërë me qëllim që të ruhet status quo e para konfliktit të 2001-shit. Pse? Në qoftë se Tetova do të ishte bashkë si Tetov që njihet, apo? Atëherë nuk do të runin këtë mbi 20% vetë Maqedonasit. Dhe për pasoj nuk do ta kishin në dorë Badenterin ose mekanizmin e votimit të 2 fish në komuna. Çfarë ka sjell ky kontroll që e kanë në gjithë zonat urbane Maqedonasit? Kanë sjell që 14 vite mbas marrëveshjes torit, 15 vite, nuk është ndryshuar edhe një emër rrugë. Ne vazhdojmë të ecim rrugët me qytete shqiptare, me shumicë që janë Përderisa shqiptare. ka qenë plan me undru në bazë marrëveshjes Ohrit, apo? Ka qenë njëra prej kushteve. Është me automatizëm në momentin që ti fiton, ke një shumicë tjetër, me automatizëm. Por çfarë ndodh? Maqedonasit atje sillen me kushtetutë edhe si shumicë, i kanë gjithë drejtat, edhe nivelin e përdorimit gjuhës dhe gjithçka, janë bartësit e sovranitetit, dhe kur është nevoja për të bllokuar diçka sillen si pakicë. E kanë parimin e Badenterit në komunat urbane shqiptare. Dhe rezultati i kësaj është që ne vazhdojmë të ecim në rrugë që quhen Jugosllavenska Narodna Armia, të cilët quhen Marx Engels, vazhdojnë nxënësit tonë mësojnë shkolla, të cilët janë 100% nxënës shqiptar, nga ana tjetër kam një emër Slavi ose diçka e tillë. Këtë e bllokon pikërisht ky parim i Badenterit. Prandaj ne jemi për një ndarje të re territoriale, në të cilën do të krijohen komunat e mëdha dhe jemi për ndarje të buxhetit me prerje lokale. Do thënë, mbi 50% të VSH-s që i shkon pushteti qendror, do duhet t'i ngelin komunave. Sepse, realisht, edhe ky është problemi real i krizës në Maqedoni që po ndodh. Ky lloj organizimi shtetëror dhe ky sistem prodhon kryeministra të fortë me pushtet dhe para. Ka dalë. Të cilët Vetëm pastaj pak. destabilizojnë situatën. Janë kërkesa shumë specifike, nuanca hake shumë interesante që Vesh për ta vetëm përfunduar. pakës. Është interesant që në jashtë përjetohet, që kjo që ka ndodhur në Maqedoni, përjetohet si luftë e opozitës kundër qeverisë. E në fakt na po ndëgjojmë që është kërkesa të drejtave të shqiptarëve tash. Kërkesat e drejtave të shqiptarëve, disa cinik kishim thonë nuk janë kur kanë në prioritet të ndërkombëtarëve, të Bashkimit Evropian, i cili i ka qit si pjesë të reformave, listat e votimeve i ka qit, si kusht për me ndru, e ka qit lirinë e mediave, si kusht për zgjedhje, edhe e ka qit procese gjyqësore. Kërkun nuk janë të hujt prioritet të drejtat më të mëdha të shqiptarëve. A kanë memri këto forca opozitare me këto kërkesa mjaft fisnike, po drejtë me thonë ambicioze, a kanë memri me ngu dikush prej të hujve najherë me i marë seriozisht? Faktikisht, konkludimi është i saktë. Dështimi i implementimit marrëveshjes së Ohrit në plotni ka sjellë deri te një ridefinim i diskriminimit ndaj shqiptarëve në Maqedoni, dhe në anën tjetër ka kriju një strukturë politike përfaqësuese shqiptare që i subordinohet interesit të diskriminimit shqiptarëve në Maqedoni. Dhe kjo është bërë për interesat të një grupi të caktuar të udhëhequr prej Ali Ahmetit dhe Menduthaqit në anën tjetër për të ruajtur pozitat e tyre kundrejt zhvillimeve në Maqedoni. Tani, nuk është shumë gabim agenda për pastrim të listave votuese, kërkesa për gjykatë speciale, prokurori speciale, lirit mediave, sepse mendoj që nëpërmjet vendosjes së këtyre standardeve edhe shqiptarët mund njëjtën kohë të paraqesin sikur të kenë një përfaqësim të bashkuar opozitar, të artikuluar drejt edhe të bazuara në të drejtat edhe e njeriut, por edhe të drejtat e shqiptarëve si pjesë përbërëse kushtetuese e Maqedonisë. Do të thotë, është fakt që qëndrimi në Maqedoni i Bashkisë Ndërkombëtare deri tani ka qenë stabiliteti dhe asgjë tjetër. Por se shet që ka me vazhdu që ashtu? Unë po mendoj që po presi me ndru, s'po ndron as që ajo as Unë po mendoj që në Maqedoni për shkak të kompozicionit etnik kërcënimi ndaj stabilitetit është vetë stabiliteti, nëse nuk ka zhvillim. Dhe një e drejta dhe paqja. Absolutisht, nëse ne e pam në rastin e Kumanovës, ka qenë një orkestrim që ndoshta nuk ka mujt me sjell çështjen deri te një konflikt i ri etnik, por në anën tjetër ka kriju një bashkim të forcave progresive në Maqedoni, shohim edhe shqiptarët edhe maqedonët, të cilët së bashku po protestojnë. Unë isha para 2-3 ditë në Shkup dhe Shkupi është i ngjyrosur
me ngjyra kundër statujave dhe investimeve të qeverisë, të cilat janë bë në 5-6 vitet e fundit, e atë e kanë bë edhe shqiptarët edhe maqedonët. Do të thotë, është një tendencë, është pyetja kryesore shtrohet, a do të ketë forcë opozita shqiptare që të bashkohet në mënyrë konstruktive së paku për 2-3 prioritetet kryesore në agjendën e ardhshme të zhvillimeve. Unë besoj që edhe Bashkimi Evropian, edhe Amerikanët e kanë kuptuar që në formën në të cilën është struktura politike në Maqedoni, nëse lejohet si status quo të vazhdoj tutje, është kërcënim ndaj stabilitetit Maqedonisë, edhe njëjtën kohë ka me prodhu kriza të cilat praktikisht mund të efektojnë edhe Shqipërinë edhe Kosovën. Zotni Bilal, a mendoni ju që të pyetjen që shtroi Hakiu, a do të keni, a do të bëhet Maqedoni po aq e përçar skena politike si në Shqipëni, si në Kosovë, që për interesa kombëtare mos me mujt mu bo bashkë? Edhe pse ka dallim. Më lejoni shkurt vetëm të ndërlidhe me pyetjen e paraprake sa i përket të drejtave të shqiptarëve dhe situatës aktuale politike në Maqedoni. Që në vigjilje të krizës politike dhe shfaqjes së bombave të opozitës maqedonase, ne si lëvizje Besa dolëm me një opcion apo dolëm me një platformë politike për dalje nga kriza, ku parashtruam që të themelohet prokuroria speciale, gjykata speciale, të themelohet një qeveri ekspertësh që do të udhëheq Maqedoninë për 2 vite, të stabilizojë institucionet, të rikthej kredibilitetin e institucioneve, të bëjë regjistrimin e popullsisë, të mirëfillt, sepse Maqedonia është në vendet e vetme. A kështu do të qenë pjesë që asaj qeverie? Përkundrazi, ne duam që në këtë qeveri të jenë ekspertë të dëshmuar të lëmive të caktuara të ndryshme, të cilët do të rikthejnë besimin në institucione. Nuk kërkojmë qeveri teknike ku do të jenë përfaqësues të partive politike, po kërkojmë qeveri ekspertësh ku do të jenë njerëz të cilët kanë kredibilitet në shoqëri dhe ata do të mund ta rikthejnë edhe kredibilitetin e institucioneve shtetërore të rënuara tërësisht. Prandaj vlerësojmë se tani më të gjithë këto veprime, veçanërisht puna e prokurorisë speciale dhe kërkesa që të themelot edhe gjykatë speciale në Maqedoni janë edhe interesi shqiptarëve, sepse ne e shohim se çka po ndodh me gjykimet e shqiptarëve, me proceset e montuara kundër shqiptarëve, gjithandaj dhe vlerësojmë se një prokurori dhe një gjykatë speciale do të mund të nxjerrë të drejtën, të vërtetën për gjithë ata raste të montuara dhe për gjithë ata shqiptarë të cilët gjenden burgjeve të Maqedonisë me patë. Mirë, ju morët iniciativë me organizu një protest përkundër kësaj që po të takiu që bashkë Maqedonët edhe shqiptarët janë bo bashkë me luftu këtë lloj sistemi, u organizu një protest interesante, mjaft impresive, sa i përket numrave e opozitës veç shqiptare. Çka dashtet me kallëzu me një protest që ishte ku vetëm shqiptarët ishin të ftuar? Ne dashëm të tregojmë se problemet jashtë që janë tani më vërtet probleme shtetërore dhe të gjithë të cilat i përfshin gjithë qytetarët e Maqedonisë, në këtë rast edhe shqiptarët, dashëm të tregojmë se në veçanti shqiptarët janë të diskriminuar edhe si qytetarë, si çdo qytetar tjetër i Maqedonisë dhe si shqiptarët janë, dhe prandaj ne organizuam një protest shqiptare me flamur, me ikonografi kombëtare shqiptare dhe dashëm të tregojmë zërin e opozitës shqiptare në Maqedoni, sepse vlerësojmë se në këto bisedime për dalje nga kriza nuk janë të përfaqësuar shqiptarët. As në aspekt opozitës dhe as në opozitë, sepse edhe opozita shqiptare për momentin janë vetëm se përkthyes të VMRO DPMN-s në bisedime dhe ata janë vetëm zëri shqipi VMRO DPMN-s dhe në asnjë moment nuk janë zëri i shqiptarëve të Maqedonisë. Prandaj dëshëm të tregojmë se nëse ju po thoni që jeni një zëri i shqiptarëve, tregomni prej kohë financoheni. Po, ne finansojmë si çdo subjekt politik në Maqedoni. Unë e kam përmendur në disa raste në Maqedoni, jashtë që ka ligj për funksionim të partive politike, ka ligj të veçantë për finansim të partive politike dhe parti parlamentare. Financat tona vinë nga antarësia, vinë nga mërgjimtarët tanë që janë gjithandej dhe vinë nga afaristët shqiptar. E kam thënë në disa raste, afaristët shqiptar në Maqedoni janë të diskriminuar dyfish. Ju aqojnë fillimisht inspektorët kontrollën e shtetit për t'i kontrollu bizneset e tyre dhe pastaj vinë shpëtimtarët shqiptar, funksionarët shqiptar që t'i shpëtojnë, që
pastaj ti shantazhojnë dy fish dhe këto janë vërtet në një gjendje shumë të rëndë dhe ata janë të parët të cilët e përkrahen iniciativën për një parti të re politike. Ne kemi hi në website juaj, ne kom nxjerr që këtu që po i shihni janë dhonat e financave. Këtu i kemi pa sepse kemi marrë kritikët e juaj kanë pretenduar që ju financonin për organizatave turqisë. Çka keni mi thonë që atyne? Këtu ishin një shumë prej 6.000 eurove që i kishit deklaru në vitin 2015. Unë jam sigur që me 6.000 euro nuk mundesh me i bo që krejt ato protesta që ashtu mi organizu, që shi keni organizu. Si dhe qoftë, unë po du ju me adresu një çështje për cilën Besa është kritiku. Një që keni lidhje me fen, dy që financoni nga organizatat e Turqisë, edhe shumë po më intereson mendimi ju i qa menoni ju për Erdoganin, për shembull. Fillimisht për financat, vlerësoj se Lëvizja Besa është ndër subjektet më transparente sa i përket financimit. Këto që janë të paraqitura janë financat reale të partisë, me atë që një pjesë e madhe e financimit nuk është 6.000 euro, shumë më shumë, një pjesë e madhe vjen nga antarësia, atë që e përmendëm, më thënë, ata afarist të cilët duan të na përkrahin, ata na përkrahin edhe si antarë të Lëvizjes Besa, shkaku se nëse paraqitet si donacion, ajo duhet të deklarohet me emër mbi emër dhe në momentin kur ata paraqiten si përkrahës të një partie opozitare, të nesërmen ju shkon ju troket në derë inspeksioni dhe ju bën shantazh, ju blokon biznesin. E çu shpimoni që ato dhona për veti, pra? Ata dhona janë në kuadër të asaj që ata afarist përkrahin antarë të Lëvizjes Besa që të pagojnë antarësimin. Apo deklaroni që s'keni lidhje me organizata turqisë? Në asnjë moment ne nuk kemi lidhje me subjekte jashtë Maqedonisë, subjekte apo organizata të tjera. Ne këtë llogaritim vetëm si një shpifje të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ata bile që është më kontradiktore, këto shpifje i kanë bërë në disa raste duke nditur rrugëve të Stambollit dhe të Ankaras dhe duke kërkuar financa nga Erdogani, duke kërkuar financa nga Turqia për projektet e vetme të tjera. Kosova ka financa nga Turqia, nuk po themi që kitë financat për Turqia, jo të këshia, po. Sone kam lexuar dhe një informacion për financat që kanë ardhur nga Turqia për ndërtimin e një shkolle në Strukta, për ndërtimin e një shkolle në Çajër. Edhe në Kosovë vazhdojnë me ndërtimin. Projektet e vetme të Çajërit që realizohen me financa nga Turqia dhe nëse tash akuzojmë një parti opozitare. Po e demitizojmë këtë punën pasi po e përdor opozita kundër jush. Nëse ka mundësi vetëm diçka, nuk është mirë me i përzi, sepse nuk du që ndërhyjnë debat, kuptohet. Du me gjënë me përzi. Po duhet transparencë. Diku tjetër. Dikur mos e ka vetëm për fjale, kam fjalen. Nuk është mirë me përzi financimin e një subjekti politik, në qofë se egziston, s'du të paragjykoj, apo, nga organizata, nga lindja, dhe bashkëpunimet të cilët mund t'i kenë institucionet, si që janë komunat, edhe institucionet tjera shtetërore. Kështu, Maqedoninë, vazhdimësin, ato pak media që janë në dispozicion, opozitën, si kur kanë tendencë ta paraqesin me debatet që merën ndërmjet veti, dhe në fakt kjo shkon në favor komplet të Bashkimit Demokratik për Integrim. A bashkëpunon, as bashkëpunon opozita, si bashkëpunon, ato nuk janë gjana që i interesojnë gjithë aq shikuesit, sa i intereson platforma, koncepti dhe çka ju ofron ti si alternativa atyne. Ata 30.000 njerëz, rreth 30.000 njerëz që dolën në protestën e fundit të organizuar nga Këshilli Opozitar, nuk dolën për partitë politike. Ato 30.000 njerëz dolën pse janë lodhur nga proceset e montuara gjyqësore, nga përfaqësimi mosdinjitos. Dhe unë jam ngopur, jam stërngopur nga ato që ka ofrojnë mediat në Maqedoni në raport me opozitën shqiptare, duke dëshiruar, duke pasur tendencë që t'i demonizojnë. Nuk marrin pjesë përfaqësuesit e BDI-s e të PDSH-s në për debate, duke tentuar t'ja umbeshin epitetin e partive të vogla, ku këto në fakt janë parti të reja, majtë sa dion. Dhe nuk janë parti të vogla ato që sjellin gjithë atë mas në shesh. Do të thotë, njëjtë kam thënë edhe për këtë debat, nuk dalim me parti të vogla që sa janë formu, na që jemi moti këtu. E pam ne edhe vetë se sa e rrezikshme është kur shohin partitë opozitare kur e komentojnë njëra tjetrën, sepse populli atje kërkon jo ndrim ftyrave të pushtetit. Jo do të jetë Ziadin Sela, do të jetë Bilal Kasami, e unë besoj që këta e kanë kuptuar drejt atë mesazh, po se çka ofrojnë ata si zgjidhje. Tha zoti Abazi pak më herët për stabilitetin, luhet shumë në këtë kartën e stabilitetit. Në vitin 2002 BDI-ja nuk i përfaqësonte kaq mënyrë jo denjë shqiptarët. Kishte një përpjekje të merr akter të zgjeroj trurin, mirë po me kalimin e viteve ju forcuan muskujt dhe ju zvoglu truri. E tash,
Ndodhi rasti i Sopotit, ndodhi rasti i Brodecit, ndodhi rasti i Mostra. Të gjitha këto, nëse analizohen me vëmendje, sepse Kumanova është rasti veçantë tashmë i freskët, ka ndodhur në një situata kur Maqedonia është ndodhur përpara zhvillimeve shumë interesante për të ardhmen e saj. Dhe Gruevski një farforme filloi ta kuptoi si lojë që ta shantazhoi bashkësinë evropiane, se këtu gjithmonë mund të krijohet një vatër krize nëse ju nuk na jepni neve mundësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian, apo nëse ju nuk na ndihmoni tash ta zgjedhim kontekstin me emrin. Zotni Abazi e dhat një shembull që çka ka Kosova, qeveria e Kosovës përbashkët me atë të Maqedonisë, e bot një lidhje me kapin e shtetit, po nuk ka lëzu që a ka diçka me mësu opozita e Maqedonisë për opozitës Kosovës, duke marrë parasysh që para një viti i gjys i patëm 4 parti në opozit, mas nej metën 3, tash jënë bo 2 milion, 1 milion, fort mirë, a është Kosova bashkë modeli mirë me marë opozita e Maqedonisë, qëtë që ka o këndodhë me opozitë në Kosovë? Sigurisht që ka elementet mira të zhvillimeve në Kosovë që mund të merren, edhe ka të atilla që nuk do të merren, por përgjithsisht mendoj që diskriminimi dhe vështërsitë e shqiptarëve në Maqedoni janë të dyfishta. Një, për shkak se shteti i diskriminon qytetarët në përgjithësi, edhe ata Maqedon, shqiptarë, turqë të tjerë, dhe shkalla e dytë e diskriminimit është për faktin se aty është një ndarje klasike etnike, me që rast shqiptarët diskriminohen për herë të dytë. Do të thotë në këtë kontekst, në arritjen e implementimit plot të marrëveshjes së Ohrit dhe koncepteve të reja që sigurojnë. Ta zëm për më pak se 5% serb kemi tendencën e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilat kanë fuqi ekzekutive si shtresë e tretë e pushtetit të negociuar nëpërmjet Bashkimit Evropian. Tani po flasim për një numër mbi, hajde mos themi 40, po 25% të e pas parasysh që cenzusi nuk është bërë asnjëherë, 25% shqiptarë në Maqedoni dhe ende nuk e kanë të drejtën e përdorimit të gjuhës. Në vend do të thotë mirë, veç po mirë pyetje, çka janë gabimet e opozitës këtu që s'duhet mi përsërit opozita në Maqedoni? Unë mendoj që secila parti politike hyn në garë politike për të ofruar opsionet edhe zgjidhjet. Në rastin e shqiptarëve të Maqedonisë, partive opozitare të e pas parasysh se me çka faktikisht përballohen, duhet ketë minimum 2-3 çështje kryesore në cilat duhet pajtohen si prioritet dhe konsenzus të plot. Mandej se forma taktika se si mund të zhvillohet pas zgjedhjeve, çfarë forme të angazhimit nivelet komunale mund të ketë, ajo duhet të jetë hapësirë në cilën mund të diskutohet për të marrë vesh. Mirë po, çështja për të paraqitur formën se si duhet ecur deri te një sistem zgjedhor i cili garanton votën e lirë dhe nuk i lejon partitë të cilat për më shumë se 20 vite e kanë keq përdor demokracinë për ta cementuar fuqinë e vet politike, edhe në rastin e VMRO-s, edhe në rastin e BDI-s dhe PDSH-s. Kjo nuk do të jetë çështje e diskutimit më, mendoj te opozita. Kur jemi te votat mos të harrojmë se tash me 49% pastrimit të listës zgjedhore janë dalë rreth 500.000 vota fiktive, nëse nuk gabojnë shifrat. Pikërisht, po flas që a duhet me një zgjedhje këto partia opozitare me çdo kushte që janë formuar, nëse janë caktuar zgjedhjet me qershor, Unë besoj që qëndrimi i opozitës është i qartë për atë punë, nuk vetëm VMRO-ja do të shkojë në zgjedhje. Do të thotë edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara janë kundër shkurjes në zgjedhje me një format çfarë ekziston sot në Maqedoni. Mirë po, unë besoj për të kthyer te çështja. Nuk është çështje e votimeve e as e fitores së një partie politike. Është çështje e konceptit reformator në Maqedoni, e cila një herë për gjithmonë përmbyll shkallën e diskriminimit që e pamundson zhvillimin e një grupi të madh etnik shqiptar në Maqedoni dhe e stimulon ikjen e këtyre njerëzve për vende të tjera në Evropë. Nëse duhet kthehet dinjiteti i qytetarit edhe nëse duhet t'ju ofrohen shërbimet të cilët shqiptarët i meritojnë, atëherë duhet ata qytetarët kuptojnë nga opozita shqiptare se vërtet nuk do ta përsërisin atë çfarë ka bërë BDI-ja me kapitalin për luftën dhe për patriotizmat që i kanë dëgjuar për sa vite
shqiptarët Macedoni. Dhe unë mendoj që nëse të dy përfaqësuesit këtu, po edhe të tjerët që nuk janë nga opozita shqiptare, duhet menduar mirë se krediti politik nuk është gjë që nuk harxhohet. Unë mendoj që përveç vështirësive dhe problemeve, qytetarët gjithashtu kanë kurreshtjen për të parë se a ka një nivel më të lartë të vetdijes edhe të konsenzusit mundshëm politik nga partitë opozitare për të ofruar jo në të gjitha drejtimet, siç e thash më herët, po në 3-4 gjërat që janë kryesore dhe garantojnë që prezentimi i kërkesave dhe paraqitjes së shqiptarëve në formacionin e ri të qeverisjes nuk do të jetë sa për sy e faqe, po do të jetë përfaqësim i denj. Falni unë, mes tjerash ju kom ftu dhe me na tregu, me na zbulu pak këto konspiracionet që ekzistojnë rreth asaj që ka ndodhur Kumanov. A mundeni ju u bë sinqert çka dini ju, ndoshta që jeni shumë afër, çka mendoni ju që ka ndodhur Kumanov? Pak u prekëm, ne nisëm me proceset e montuara politike, më kujtohet që kam pas një intervistë për një gazetë në Shqipëri, e kur më ka pyet me përgjimet, jam deklaruar atëherë që kam frikën që përgjimet e opozitës do të jenë procesi i montuar politik i radhës, si do të vazhdoj epilogu. Dhe kështu ndodhi. Unë ndërpren përgjimet në momentin që ndodhi rasti i Kumanovës. Domethënë bëhet fjalë për një proces montuar klasik, dhe pra atë që nuk e di dikush nga bashkëbiseduesit e përmendje dhe më herët. Maqedonia çdo herë ka inskenuar destabilizim dhe ka mbajt perëndimi me frikën e një destabilizimi të mundshëm në rajon. Skenim, kush e ka skenu? E kemi autorët e Kumanovës, a e dim kush janë autorët e Kumanovës sot? Këtë pyetje vështirë që dikush mund ta di, apo? Nuk kam në informat sepse kush e çfarë, po një gjë është e sigurt që aty ka dorë qeveria. Një gjë është e sigurt që në një farforme maqedonasit aty u akmorrën ndaj disa djemve të UÇK-s, fytyrat më eminente të luftës të 2001-shit, apo? Është shumë e vërtetë që në lagjen e trimave ka pas tradhti klasike, sepse njerëz me kaq eksperiencë dhe me një bagazh, domethënë në disa luftra, nuk mundet aq lehtë që dikush t'i fus me një rrugë qorre, atje ku ishin në lagjen e trimave. Ajo të cilën shohim dhe të cilën unë zëshëm e kemi thënë çdo herë dhe kur kam vizituar lagjen e trimave. Aty nuk ka terrorizëm, po ka terror. Dhe terrorizëm që forcat ushtarake dhe policore maqedonase kanë ushtruar mbi qytetarin. Kërkush nuk ka drejt të rënoj lagjet tëra dhe shtëpitë tëra, pa marrë parasysh se çfarë grupesh mund të ekzistojnë brenda asaj lagje. Ideja për t'u vesh akuzat të rënda për terrorizëm në ndërkohë që s'ka pas, nuk shoh aty nishane të terrorizmit, nuk ka pas as kërcënime ndaj jetës së qytetarëve, sepse zakonisht terroristët marrin edhe pengje. Aty pengmarrje nuk kishte. Mendoj që janë të ulta, vazhdimisht me idenë për të akuzuar Kosovën si një shtet i cili destabilizon vazhdimisht Maqedoninë, dhe kjo është esenca e kësaj çështje që mundohen ata ta nxjerrin. Nëse ato djemë që sot janë në burg do duhet të akuzohen për ambartje pa leje dhe për vrasje në mbrojtje. Sepse në momentin që gjunë është shumë njerëzore që dikush gjunë është shumë njerëzore që ti të mbrosh. Apo jo. Por do duhet debatin me kthy në një çështje tjetër. Debati kryesor që duhet zhvilluar atje nga gjithë aktorët politik, po sidomos nga BDI-ja, nga PDSH-ja që thonë që jemi parti të mëdha dhe jemi të përfaqësuar në parlament, do duhet ta përshkruajnë një pyetje në opinion atje dhe brenda institucioneve ku janë. A duhen të jetojnë ata brenda një shteti dhe brenda një policie, një shteti që ka një polici që ekzekuton njerëz me duar lidhur, siç flitet që 2 nga këto pjesëmarrësit në Kumanov janë ekzekutuar mbasi që janë dorëzuar. Apo. Tema reale që duhet ta parashtrojnë intelektualët dhe masa e gjerë, opinioni i gjerë është që a do duhet këto njerëz të cilët ekzekutojnë dhe që sillen më keq se terroristë, sepse kjo është terrorizmi, kur nuk respektojnë ligjet dhe kur drejtën e dënimit nuk e jep gjykatës, po ja jep dikujt që, ku diun, ka një uniform, ka një pistolet ose një automatik. Atë duhet ne të vazhdojmë të pranojmë këtë lloj sistemi, i cili në vazhdimsi ka venduar pistolet kokë shqiptarëve për të qenë dëshmitar të rrejshëm, si në rastin e Sopotit e gjithandej. Ishin prej këtuhit kosovar që shkuan atje me
armë. Nëse kur gjo, po thuni, çka kanë lyp ata me armë atje? Po këtë, unë thashë, këtu ka ndonë një tradhti klasike, çfarë kanë lyp? Është e vështirë, në një emision që ta zbërthejmë, ndoshta do duhet të jenë edhe njerëz tjerë, të cilët më mirë i kuptojnë këto fenomene, por ato djem pa përjashtim. Gjithë luftarët e UÇK-s në Maqedoni të konfliktit të vitit 2001 janë tradhtuar. Janë tradhtuar për vetë faktin që një pjesë e madhe e shokëve tyre janë vrarë, janë montuar procese politike dhe ligji për amnesti u interpretua në 2011, më thënë kaluan 10 vite dhe ushtarët e UÇK-s përndiqeshin dhe nuk u respektuan ato marrëveshje të cilat u sollen në 2001-shin. U tha që do të sjellin të drejtat dhe të drejtat munguan. Dhe realisht një ushtar ka shumë arsye. A jeni të thonë që ashtu? Po ashtu jam duke thënë. Ka arsye me kap armën dorë, por është shumë gabim që në këto momente të kapën armën dorë, sepse mendojmë që zgjidhja më e mirë e gjithë kësaj çështje bëhet me politikë dhe jo me armë. Dhe dua të jap një apel për këtij momenti që asesi nuk duhet atyre aventurave shqiptarët t'u hynë, sepse ka arsye mu kap armën dorë. Është niveli më i lartë i komunikimit është forca në fundit. Në qoftë se dështojnë gjithë argumentet tjera, atëherë vjen shprehje kjo. Po me fjalë, më tepër duhet gjyku ideali i tradhtuar, ajo që duhet diskutu i këtyre njerëzve të cilët luftuan në 2001 për diçka. Po i ndëgjoj, po vjen mirë, po i ndëgjoj fjalët të ngjashme çfarë i kemi ndëgju edhe përpara për situatën në Kumanov, pra ka një konsistencë, ka qenë tradhti. A ka dikush më tregu tradhti të kujt ndaj kujt? Ja, ne vlerësojmë se për të pas një pasqyrë më të qartë për atë që ka ndodhur në Kumanov, do të shohim se kush përfitoi më së shumti nga rasti i Kumanovës, më së shumti nga rasti i Kumanovës përfitoi qeveria e Maqedonisë, e VMRO-s dhe BD-s, sepse ka dalë ata 2 veta dha ndërheqje, ç'është përfituar? Ata dhan ndërheqje nga presioni që u bë ndërkombëtar, sepse ato as që donin të japin ndërheqje, sepse vlerësonin aksionin e Kumanovës si një aksion të suksesshëm, edhe sot ata persone e vlerësojnë rastin e Kumanovës si një sukses më të lartë të karrierës së tyre, përkundrazi unë vlerësoj se ata përfituan. Qeveria VMRO-BD përfitoi nga rasti i Kumanovës sepse u defokusu komplet opinioni publik kombëtar brenda Maqedonisë dhe ndërkombëtar nga publikimi i bombave të opozitës maqedonase. Çka fitoi BDI-a prej kësaj? Po thuaj që fitoi, unë nuk po shoh reputacion. Ka humbë BDI-a prej momentit Kumanovës, nuk ka fitu. Jo, përkundrazi unë vlerësoj se ka përfitu BDI-a, sepse BDI-a me bombat të cilat filluan të publikohen, përfundimisht duhet të del në shesh e vërteta e servilizmit të skajshëm të BD-s karshi VMRO-DPMN-s, sepse në ato bomba filluam të ndëgjojmë një të vërtet që kanë ditur shqiptarët e Maqedonisë, se Ali Ahmeti në vazhdimsi para popullatës është deklaruar se nuk din të komunikojnë në gjuhën maqedonase dhe në ato bomba ne e kuptojmë sa i shumë mirë po flet maqedonisht me Nikola Gurevskin, edhe ato jo për projekte të shqiptarëve të Maqedonisë, jo për çështje të zgjidhjes së gjuhës shqip apo diçka tjetër kapitale, por për çështje të rënimit të objekteve të shqiptarëve. Apo, siç i thot vet Ali Ahmeti në gjuhën maqedone, nëse duhet, do ta rënojmë edhe një fshat të tërë. Edhe këtë në gjuhën e pastër maqedonase. Ne shohim edhe Musa Xhaferin se si flet. Ju a flisni maqedonisht? Unë flas maqedonisht dhe nuk e kam këtë kompleks. Nuk e kam këtë kompleks sepse unë e kam mësuar në gjuhën maqedone nga shkaku i asaj se si Ali Ahmeti ka zgjidhur çështjen shqip atje, se si duhet të mësoj në gjuhën shqipe. Unë kam qenë i detyruar që të zgjedh të mësoj në gjuhën maqedone. Arsyetimi që mostra nuk duhet publikohet se destabilizohet shteti, për mua shteti u destabilizua ditë që u doq një shtëpi shqiptari. Nuk ka destabilizim më të madh se kjo. Sa mund destabilizohet më tepër se po destabilizohet sot që ke për ditë protest, pse nuk del monstra. Është shumë interesant përgjimi për Sopotin. Kur ministri i punëve të brendshme i VMRO-DPMN-s dhe shefi i shërbimit sekret Sasho Mjelkovi i VMRO-DPMN-s flasin për procesin e montuar politik që është bërë në kohë të LSDM-s dhe BDI-s. Dhe kur shefi i shërbimit sekret thot duhet faj, me që qenë kanë pa faj, ministra i thot që janë pa faj të dënuar, nuk ka asnjë dëshmi. Këta të monstrës, Sopotit. Ndërsa dhe thot ky Sasho Mjalkovi thot pa atëherë pse nuk i lirojmë, pse nuk ju japim pafajësinë. Ministra e punëve të brendshme Gordana Jankullovska thot nuk është mirë për sistem. Me fjalë, bëhet fjalë për një sistem
njësoj që mbrohet, si nga LSD-m A janë burg njerëzit? si nga nga Sopoti? akoma. Sa veta janë? Tjenë me burgim për në shtëpijak tani, por nuk e kam fitur lirin. Apo jo. Dhe më skandaloze është që brenda atij sistemi të veprojnë njerëzit të cilët kërcënojnë qytetarë që dalin dëshmitar të rreshtur. Dhe nuk quhet e drejtë nëse ti në të njëjtën kohë nuk i merr edhe gjithë këto të cilët kanë montuar procese politike që të zënë vendin e atyre të cilët janë dënuar me padrejtë dhe zënë burgun. Kur flasim për rolin e BDI-s atje, unë duhet me qenë korrekt në analizat të cilët i bëjmë. Megjithatë konstatojmë që BDI-a është dhënë servile, e përullur para VMRO-s. Por edhe në rastin e Kumanovës nuk ka se si të ketë qenë ndryshë. Ka qenë servilosja, përullësia dhe bishti i VMRO DPMN-s që ndoshta edhe s'ka pas forcë që ta ndalojë një element tillë, që ndodhi. Po kjo të bën njësoj bashkëfajtor dhe bashkëpjesëmarrës në gjithë ato ngjarje të cilat ndodhin. Sepse në atë që adim na zdim, ndoshta ju mund dini më shumë çka s'ka dalë publik, por në intervistat e tija publike Ali Ahmeti tingëllon i pafuqishëm ndaj asaj që ka ndodhur. Tingëllon thu se ka dashur me nal legjitimosh. Prezenca e Ali Ahmetit është një temë që është hapur përpara, unë publikisht e kam thënë, përpara se ndodh lagja e trimave. Çdo moment, biles ja kemi thënë sy, kemi qenë bashkë me Bilalin në Pogradec, kur u organizua një takim nga kryeministri i Shqipërisë, nga gjithë subjektet politike shqiptare, dhe kam thënë Ali Ahmetit atë në sy, që çdo moment që ju qëndroni në qeveri, ju jepni mundësinë dhe kapacitetet, VMRO DPMN-s, Nikola Gruevski dhe Sasho Mjallkovit, që të montojnë procese politike ndaj shqiptarëve dhe dalin nga kjo situatë. Dhe kjo ndodhi. Dhe BDI-a duhet gjykohet pse ai jep forcën, dhe ja ka dhënë vazhdimisht forcën VMRO DPMN-s në mënyrë që t'i bëj këto çështje të cilat i bën. Edhe kur u qartësua shumë gjëra. Nështë ata që bojmë kalkulime politike thënë, a ma mirë me qenë që aty edhe me pak forca heq? Ne që aty kemi qenë edhe me hiq forcë, edhe me pak forcë dhe jemi kështu si jemi, dhe themi është keq. Dhe prandaj ndoshta është koha mos me qenë as pak dhe ta provojmë të tjetrën. Une për me përfundu elementi Hajde. Dhe duhet me guxu dhe mos me lënë gjëra që patjetër duhet me qenë atje. Kjo është klishe. A ki po duhet dhe elementin kosovar faktori ndërkombëtar, kërkesa, këto janë klishe. Shqiptarët Maqedoni duhet vendosin kushtet. Asgjë tjetër. Po më intereson elementi, prit veç pakës, elementi kosovar, me gjithate ishin shtetas kosovar të përzim në qatë luft. Mirë, shqiptar të Kosovës. Cila është e vërteta mbi atë sa ishin përfshim Kosova në atë që ndodhin Kumanovë? E para, unë mendoj që duhet dilet me kërkesë për një investigim ndërkombëtar për Kumanovën për të parë në mënyrë neutrale të pavarur se çfarë ka ndodhur, që një herë për gjithmonë të përmbyllet ideja. Unë nuk mund... Vetëm diçka, zëni Abbas, dhe jeni ju qaj që këtu në Kosovë po kërkoni mës mu bo mu investigime ndërkombëtare, po kërkoni me shku e Oleksi. Nuk është pra po ndërkojmë investigime ndërkombëtare? Nuk po kërkojmë mekanizëm ndërkombëtar që t'instalohet Maqedoni. Prokuroria speciale se ka përmbua së ndryshon nga prokuroria tjetër akoma. Ska pas një çështje. Duhet lejuar që ekspert ndërkombëtar, bashkë me ekspert vendor, të vendosin të vërtetën për Kumanovën, se si janë marrë vendimet për intervenim, kohën, sepse çështja kryesore që duhet thënë është koincidenca e ngritjes së mbi 60.000 maqedonasve dhe shqiptarëve në protestë kundër qeverisë dhe ditën tjetër ndodh Kumanova. Do të thotë, ky është dyshimi mbi të cilën ndërtohet interesi edhe i BDI-s. E institucionet e Kosovës, a kanë pas informata për këtë? Vetëm interesi i BDI-s dhe VMRO-s është që të fokusohet vëmendja dhe të njëjtën gjë që ndodhi para një viti e ca në Kosovë, kur u ngritën mbi 50.000 vetë në Prishtinë, për herë të parë pas luftës, për të protestuar dhe në mënyrë të çuditshme e urgjente u hap kanali për të ikur 120.000 shqiptarë nga Kosova për Francë dhe Gjermani, e njëjta gjë në formën tjetër u bë me Kumanovën, besoj. Tani, është çështja kjo, po më duket se shumë shpejt po tentojmë me bë shkrirjen edhe ndarjen e asaj se çka do të thotë me qenë shqiptar nga Kosova dhe shqiptar nga Maqedonia. Lidhjet ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë, përveç që janë tradicionale, janë shumë të forta. Janë dy luftra që kanë ndodhur para një kohe jo shumë të gjatë. Do të thotë, është shumë e qartë që po tentojmë me u bë shumë perëndimor në analizat tona, pse çka kanë lyp kosovarët me shku
Maqedoni me armatim. Na nuk e di mas pari a kanë shku me armatim apo armatimin e kanë gjetur atje. Sigurisht, mund t'i ketë pritur deponi armësh në kodrën e trimave përderisa ata kanë shku me pi çaj. Jo vetëm aty, edhe në Kosovë edhe në Maqedoni. Ne po themi, ja këtu është ujku, ju po njerëz po kërkojnë ka ecur ujku. Panda në Pej, ku janë vrarë 5-3 Sërb dhe është marrë alibi për me intervenu pastrimin etnik, mostra në Maqedoni, Kumanova janë paterne të njëjta. Janë forma të njëjta të sot a kanë orkestrimit. ndodhur diçka, po duhet të pyetë qytetarët, a ka dhez, a o dëshmu që ky incident që mundet hala me dhez që si metoda edhe me u manipulu njerëz patriot që janë do djem aty që disa supozohet që kanë qenë mercenar, kanë marrë parë, shumica thojnë e kemi pa familjet e tyre nuk janë pasunuar me hinë që si sene edhe apo dhez të qytetari është pyetja. Unë mendoj që në Maqedoni Kumanova është dhimbje e madhe që në humb 10 jetra të njerëzve të ri, mirë po është treguar që nuk është lehtë që të manipulohet publiku dhe të vendosen konflikte ndëretnike. Dhe kjo është një arritje në faktikisht jashtëzakonisht e madhe që duhet kapitalizuar. Mirë po, varësisht nga dimensionimi i orkestrimit, orkestrimi i radhës mund të jetë me dimensione jashtëzakonisht të rrezikshme, sikur për shembull format e aspektit religios që mund të përdoren për të orkestruar një ngjarje tjetër ku ju mbeshet shqiptarëve epiteti i ekstremistëve islamik ose unë besoj që territorin Ballkan është shumë i përshtatshëm që të krijohen forma të tilla të orkestrimit për të blerë kohë dhe për të mos u ballafaquar me ligjin dhe drejtsinë dhe reformat që kërkohen edhe në procesin e integrimeve evropiane. Debati i plot i cili vazhdoi në studion ton mund të ndiqet i tëri online. E tash, në këtë debat, u kritikua Ali Ahmeti që aplikon një form të leadershipit të ngjashme me atë Hashim Thaqit, e unë si shapajtu lidhur me një detaj, që në momentin kur punët i ka pisk, edhe keq, edhe kritikohet shumë, megjithatë, Ali Ahmeti pranoi me dhënë intervistë për Jeta në Kosovë, gjë që kur se ka pranu Hashim Thaqi përkundër shumë kërkesave për intervistë në kohën që është në pushtet. Për mua, ky është një kriter lidhur me atë se sa janë gatshëm liderët e Ballkanit, liderët shqiptar, me bo hapin e parë drejt llogaridhënies ndaj qytetarit, është një gjest i pranimit të qenurit transparent ndaj atyre që sigurisht s'kan me të lëmu me pyetje. Andaj, juftoj ta ndiqni intervistën me Ali Ahmetin, të cilin e ndjekëm deri në Tetov për mia parashtru kritikat që opozita i ja gjujti këtu në Prishtinë. Të shohim që shomajt ai. Zënja Ahmeti, faleminderit që erdhët në Jeta në Kosovë. Konsiderohet që Maqedonia që tashën këtë pikë ku është gati, dikush kish me thonë një pikë kritike që për dikend mundet me qenë ngjashme si në vitin 2001. Është stagnimi plot në integrim evropian, nuk ka zgjidhur çështja e emnit, ka stagnim në integrimet NATO. E në anën tjetër ka investime në projekte si ky i Shkupit 2014. Çka është qëndrimi juaj si BDI dhe si Ali Ahmeti në këtë situatë ku në fakt ju jeni bashkë pjesëmarrës? Zhvillimet kur shihen nga larg, ato shihen si shumë traumatike, ato shihen si shumë dramatike, ato shihen si shumë të nxehta. Në Maqedoni është një vërtet që ka patur dhe ka akoma, nuk kemi dalë nga ajo krizë, ka shpërthyer një mega skandal i përgjimeve që quhet, por para se të shpërthej ky mega skandal, opozita braktisi parlamentin dhe ky është fillimi i ortekut ashtu quajtur instalim të krizës politike në Republikën e Maqedonisë dhe pas këtij momenti ndodhi mega skandali dhe në këtë kohë ne vërtet u ndodhëm në situata që duheshte një trajtim, duheshte një analizë shumë e thellë për të bërë se si duhet të dilet nga kjo situatë dhe në atë kohë bëm thirrje apel edhe komunitetit ndërkombëtar që të ndërhyjë dhe bashkarisht angazhohemi për të dalë nga kjo krizë, sepse ne si Bashkim Demokratik për Integrim, po edhe vetë Republika e Maqedonisë për këto 15 vitet e fundit,
në partneritet të përhershëm ka qenë me komunitetin ndërkombëtar. Si rezultat i angazhimit të komunitetit ndërkombëtar, këtu ndërpreje edhe katastrofa, tragjedia në vitin 2001 dhe arritëm të rumbullaksojmë marrëveshjen paqësore të Ohrit. Po edhe kjo situatë ishte mjaft delikate, ishte mjaft e ndihshme, sepse këto përgjime intuita na e thoshte që mund të kalojnë edhe në duart të papërgjegjshmëve. Në atë kohë unë bëra deklarata shumë të hapura, shumë të sinqerta që çka ka për Bashkimin Demokratik për Integrim, të gjitha le të hidhen, le të ndëgjojë opinionin. A jeni të hala me çato men? Sigurisht unë hala jam me ato men dhe unë nuk i ndryshoj bindjet e mia, por jo edhe për përgjime të cilat tani më shiteshin në tregun e Bitpazarit, në tregun e Ferizajit, në tregun e Prishtinës, në tregun e Stambollit, përgjime të cilat shtrembroheshin, të cilat manipuloheshin për keqbërësve dhe që i futën në treg për qëllimet qofshin politike ose për përfitime. Po, hajde po nalim të që ky bashk e përmene një farë bashk koordinimi me bashkësinë ndërkombëtare, që krejt i bënin bashk koordinim. Unë tash po du me u kthy te bashk koordinimi, pyetje sport, ju që ky shkup 2014, a është kriju me bashk koordinim t'juin, të BDI-s? Ky nuk është në bashk koordinim me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe unë nuk dua tani që të hap plak të vjetra, sepse ky vendim është marrë në vitin 2006-2007. Në atë periudhë, padrejtisht Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ishte pjesë e ekzekutivit të Republikës Maqedonisë, edhe përkundër faktit që i fitoi zgjedhjet me shumicë tek kampi shqiptar. Mirë po, në atë kohë VMRO DPMN, si partia e parë që fitoi zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë, për partner, për bashkëqeverisje mori Partinë Demokratike Shqiptare dhe në këtë periudhë u vendos që të vendosen disa figura të antikës së atëhershme dhe kompetencat për rregullimin e këtyre figurave, të këtyre statujave që u vendosën, kaluan në kompetencë të qytetit të Shkupit, në kompetencë të qendrës, do thotë komunës qendër të Shkupit, dhe kryesisht këto monumente të qofshin të kulturës apo të figurave të historike janë të instaluara, të vendosura në komunën qendër. Megjithatë Shkupi nuk ka vetë, veç nalëm, Shkupi nuk ka vetë 500 milion euro me investu. Buxheti i shtetit i ka investu 500 milion euro. Çka menoni ju kur buxheti i shtetit investon 500 milion euro në këto statuja? Çush ju duket juve ç'kjo? Tani, unë nuk e kam arsyetuar as atëherë, po as edhe sot shpenzimet marramense që mund të jenë, po shifrat akoma nuk janë të detajuara, nuk janë të... Sa po thuni ju, pra që janë harxhu? Akoma nuk kemi shifra të vërteta. Hulumtimi joni Birnit ka dalë me 500 milion, çka po thuni ju? Edhe mund të jenë, do thotë unë nuk e kontestoj nëse është bërë një studim dhe mund të bëjnë edhe studime tjera, por çka kemi mund të bëjmë ne me një ndërhyrje, dhe ajo ndërhyrje ka qenë që në Shkup duhet të reflektoj vetë marrëveshja e Ohrit, sepse në Shkup jetojnë edhe shqiptar, dhe kemi bërë këtë ndërhyrje që në Shkup të vendosen 3 personalitetet shqiptare. Pjetër Bogdani, Josif Bageri dhe Isa Buletini është i treti. Kanë filluar të... Si do qoftë, i keni 3 shqiptarë që pas këtë vendosë. Sa pare kanë bojë tash 3 statuja shqiptare? A e dini ju? Qato a e dini? 3 statuja shqiptare, dhe thotë, nuk e marrë me çmimin. Për ju, sa është prioritet një shtet si Maqedonia me i harxhu mbi 500 milion euro në statuja, po marrë parasysh ajo shqiptare Maqedon? A është pak absurde, apo ju duket normale? Disa herë kemi konsumu këtë temë, thot egzagjerime nuk bën të ketë, po ja që... A ju duket i egzagjeru në Shkupja ju? Sigurisht që ka egzagjerim dhe këtë... Korë zoologjik i thonë njerëzit? Unë nuk mendoj që ka dikush që mund të arsyetoj, mirë po tani këtu ka do specifika tjera, ka ca rrethona tjera për të cilat unë nuk dua të flas,
Mirë, po shkojmë të tema tjera. Çka është qëndrimi juj, verzioni juj, çka ka ndodhur lidhur me rastin Monstra? Çka mendoni ju që ka ndodhur? Rasti Monstra është një rast tepër enigmatik, nuk është i sqaruar për opinionin. Ne kemi kërkuar sqarimet të detajume nga prokuroria. Nuk është bërë një gjyq transparent dhe ne kërkojmë që të ketë transparencë të plot, sepse është një rast shumë i ndihshëm, aty janë vrarë 5 djemë të ri janë masakru dhe ka mund që ky rast shndrohet në një përplasje shumë serioze mes etnive, por është menaxhuar me kujdes dhe pikërisht tani ne kërkojmë që ky moment të ndriçohet dhe gjyqi të jetë transparent me argumente të qëndrueshme. Qysh i thoni ju menaxhim me kujdes kur shqiptar që llogariten të pafajshëm kanë hyrë burr për këtë? Qysh e quani ju që të menaxhim të suksesshëm? Ne kemi kërkuar argumente, ne kemi kërkuar dhe kemi kërkuar gjithashtu edhe prej Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunim që ta vëzhgoj të tërë procesin gjyqësor. Dhe tash jemi në një situatë që ne kërkojmë rikthim të gjithë lëndës dhe të paraqiten argumentet për opinionin. Po e shoh që pas këtë kërku. Ojo që të kërkojnë, aktivistat kërkojnë. Ju jeni pjesë e qeverisë. Si pjesë e qeverisë, kallëzëm, a keni mujt me livrit diçka prej këtyne kërkesave? Çka është arrit? Gjyqësia është e pavarur dhe sigurisht që unë jam deputet. Edhe në Maqedoni gjyqësia, po tuni e pavarur është ta? Unë jam së paku, kështu thuhet. Jo, për Maqedoni nuk thonë asnjë organizatë e huaj që e ka gjyqësinë e pavarur. Së paku, çdo deklarim është ne gjyqet jemi të pavarura. Ose nëse ngrisim në nivelet politike, thonë falni, por gjyqësia është e pavarur. Dhe ne kërkojmë, a e besoni ju si parti politike, BDI-a a beson që gjyqet janë të pavarura? Si Ali Ahmed kam kërkuar që ky gjyq duhet të ripërsëritet dhe argumentet të jenë për opinionin transparente, që të gjithë ta dinë se çka ka ndodhur me masakrimin e këtyre 5 djemve të ri. Ju si Ali Ahmeti që jeton në Maqedoni, si qytetari i Maqedonisë, kallëzëm drejtën. Çka mendon që ka ndodhur me çata 5 vrarë? Unë u them shumë sinqerisht, nuk mendoj që një njeri normal bën një masakër të tillë. Aq më tepër unë nuk mendoj që një shqiptar, të cilin unë e njoh që është në burg për këtë rast, Fezi Hajdari, që unë nuk mendoj që ai është një kriminal, që ai e bën një rast të tillë. A ju kujtohet rasti Ponda në Kosovë në herë? Ju kujtohet? Unë sigurisht më kujtohet, por përsëri unë them që për të qenë i besueshëm procesi duhet të jetë transparent. Po shkojmë të rasti tjetër që më intereson, Kumanova. I kom pa deklaratat e juja, jeni deklaru për rastin e Kumanovës, keni qenë pjesë e një qeverie që e ka kontrolu dhe e ka organizu operacionin dhe intervenimin Kumanov, pas cilës dha ndërheqje shefi inteligjencës. A jeni ma të mençur sot me ditë retrospektiv që ka ndodha ditë? Do të ishte me shumë interes që të zbardhet e vërteta mbi rastin e Kumanovës. Për mua akoma mbetet enigmë si u organizuan, kush i organizoi, kush i motivoi. Unë jo një herë kam deklaruar, disa herë kam deklaruar, unë një pjesë prej tyne i kam njohur, i kam pasur edhe ushtar. Më vjen keq për ta, për jetën e tyre, për familjet e tyre, edhe pse ka shumë thashethona, duan t'i japin dimensione nga ma të ndryshme. Cilës thashethona i besoni ju? Jo, nuk besoj në thashethona,
Po ka thashe thona dhe të gjitha ato thashe thona, të gjitha drejtohen në adres time, se Ali Ahmeti i traftoi, Ali Ahmeti ishte ai traftari dhe ata po të kishin kontakt me mua dhe po të më kishin pyet mua dhe po të kishin pyet të gjithë bashkëluftarët që i kam patur në Kumanov, po edhe në Tetov, një veprim të tillë nuk do e bënëm sepse nuk ishte mendim i studiuar, nuk ishte mendim i analizuar. Kallëzom, intervenimi a ishte i analizuar, i studiuar? Tash unë nuk kam qenë pjesë operativës. I keni po veç pasojat e operativës, besoj. Gjithë i kemi po në televizor, i kemi na po, që ajo ka qenë transparencë. Sigurisht, gjithë i kemi parë, unë kam qenë në kontakt me ata djemë. Me policin? Jo, me djemë që ishën brenda luftimeve, ata më kanë thirrë në telefon, unë kam bërë asë sa ka mund të bëj, s'paku. Qasë sa keni mujtë, qka është e qasë sa keni mujtë ju? Me njerë kam ranë në kontakt me Organizatën për Sigurim dhe Bashkëpunim, kam ranë në kontakt me Zavendës Ministrin e Punëve të Brendshme, kam ranë në kontakt me bashkëpunëtorët e mi, kam mbajt takime, dhe kam kërkuar nga Zavendës Ministri i Punëve të Brendshme bashkë me delegacionin që të kërkojnë të ndërpritet zjarri dhe të shohin të bisedohet me ata, por vendimin përfundimtar do e marrin ato njerëz që janë brenda në rrethim. Më kalon shumë përshtypje kur kom dëgju deklaratën e ju të parë mandej, kur keni thënë që s'kom dasht me i garantu një lloj pushimi apo korridori për shkak se mu i prem bes, keni mujt me i prem bes, se s'keni mujt me garantu jetën e tyne. Po më duket shumë interesant me ndëgju çështjen e premjes mbes për dikujt që në fakt ka zëvendës drejtor shërbim sekret të Maqedonisë. Është pjesë e pushtetit, ka ministra drejtësisë, 4 ministra drejtësisë i keni. Nuk është veç çështje besës, besë pa besë, ju keni detyrë me vepru në qatë moment. A i keni shfrytzu krejt këta antar të BDI-s që janë pjesë e sistemi drejtësisë? Në aspektin teorik ju keni të drejtë, po në aspekt praktik, gjërat ndryshojnë në teren. Qysh janë zonat në teren, zotni Ahmeti? Sepse aty drejtuesi i aksionit nuk ka qenë Zavendës Ministri i Punëve të Brendshme. E çka bën Zavendës Ministri? Çka ka qenë të buhet qatë moment Zavendës Ministri i Punëve të Brendshme? Zavendës Ministri i Punëve të Brendshme e kam thirrë, jam takuar me te dhe ka shkuar, është ulë me Ministrin e Punëve të Brendshme, me shefin në Shkup, në kuadrë të qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Që aty ka qenë të ndodhë aksioni? Dhe aksioni nuk ndërpriteshte në Kumanov, aksioni ndërpriteshte me marrëveshje, me biseda, me arsyetime, brenda qeverisë Republikës së Maqedonisë. A jeni ju i kënaqur qysh ndërprit që ajo aksion? A jeni i kënaqur? Sigurisht ka mund të ndodhë ma keq dhe të mos dali gjallë kërkush për aty, sepse deri në orën 10 ishën vra 3 policë nga pala e shtetit dhe gjërat kishën shkuar shumë larg tani më, dhe këtu të gjithë përpjekjet bëheshin se si të ndërpritet zjarri dhe të marrin një vendim ata që ishën brenda, por vendimi do të ishte i tyre dhe ata kërkuan që të dorëzohen dhe në këtë vëzhgim situate ka qenë OSBE-ja ajo që ka vëzhguar nga afër, do thotë gjithë procesin e dorëzimit në të dy një rast që ndodhi dhe më vjen keq për ata të tjerë që kanë humbur jetën, por edhe për këta të cilët janë në përburgje, po ma mirë se sa këto që janë në përburgje dhe janë të gjallë, që mund të thënë të thonë të vërtetën, kërkush nuk mund të flasë tjetër. Sa po u taku me mbrojtësin e tyne në Shkup, edhe na thanë që ata po keq trajtohen fizikisht, sidomos gjatë transportit. A jeni ju i vetëdijshëm për këtë? Po, kam informacionet të tilla. Ne kemi biseduar edhe me Ministrin e Drejtësisë, sepse Ministri i Drejtësisë ka kompetenca që të veprojë
nëse bëhet një shkelje e tillë Edhe çka ka mbi vepruar? të drejtat e njeriut, sigurisht masa janë marrë që këto raste të mos ndodhin. Edhe me sa unë kam informacion nga Ministria e Drejtësisë që gjërat të tilla as nuk mund të ndodhin, dhe nëse ndodhin ato mund të ndeshkojnë Avokati tyne po e thot kundërtën, zot Niameti. Avokati tyne sapo na tha që ata po vazhdojnë më keq trajtu. Mirë është avokati nëse ka fakte të tilla, nuk është vetëm Ministri i Drejtësisë, por është edhe avokati i popullit. Nëse vërtetohen gjëra të tilla, ato funksionar apo ato zyrtar të cilët mund të bëjnë veprime të tilla, ato mund edhe të sanksionohen, siç ka ndodhur edhe më herët që janë larguar nga puna. Do thotë ke rastin me të akuzuarit e rastit Mostra në Manastir që i kanë keq përdorur dhe ato njerëz janë pushuar nga puna. Jeni edhe ushtarak. A menoni që një armatimi tillë mundet me hin shtet pa u ditë që është në shtet? Shive tash, sa takon armatimit dhe sigurimit të armatimit, nuk është e vështirë për të bërë departime, për të patur armatimit të tilla, aq më tepër në një rajon ku para 15 vitesh si tërësi ka qenë luftra të mëdha. Më thotë, dhe me shumë lehtësi mund të gjenden lloj armatimesh në rajonin e Ballkanit Perëndimor, në veçanti në vendet e dalë dhe të shpërndara nga ish Jugosllavi. Kur flas me shqiptarët e Maqedonisë, shumë prej tyre besojnë që ka procese të montume ndaj shqiptarëve në Maqedoni. Çka mendoni ju? A ka procese të montume ndaj shqiptarëve edhe cilat janë ato? Folëm për rastin Mostra, për të cilin ne kemi shfaqur, për cilin rast ne kemi shfaqur dilemat tona, dyshimet tona. Po dilema është një gjë, po është montim sipas juaj. Është montim. Dhe kërkojmë transparencë. Derisa nuk shohim transparencë dhe fakte, për ne, do thotë, është një rast i montuar. Çka tjetër? Ne kërkojmë transparencë. E qartë. Cili rast tjetër, sipas jush, sipas BDI-s, është rasti montum, qysh mendojnë disa qytetarë të Maqedonisë? Nëse ju, për shembull, keni raste mi përmendni dhe tani unë u a them... Jo, mu po më intereson çka mendon përfaqësuesi i shqiptarëve në Maqedoni, një pjesë të madhe të shqiptarëve. Po du ju me mi qelë letrat, mu jo unë e juve. Qelmi letrat ti mu edhe kallëzëm, cilat mendoni ju që janë të montume? Unë nuk kam njohuri që ka rastet të rënda që mund të jenë të montuara, po e përjashtoj rastin Mostra. Për rastet të tjera, unë nuk kam njohuri që mund të jenë të rastet të inskenuara, apo me bërë gjyqe për të friksuar, për të merruar shqiptarët. Çka menoni për Sopolin? Sopotit, po. Edhe këtë rast ne kemi vënë në tavolinë dhe kemi shprehur dyshimet tona. Qysh sa po më thatë s'ka raste tjera, tash po më edhe për këta e kemi qenë. Është rast shumë i hershëm dhe është rast që është përfundim e sipër që mbyllet, sepse njerëzit të gjithë u liruan nga burgu. Ma sa vjetëve në burgu u liru? Dhe ky ka qenë... Ma sa vjetëve? Aqe rast ka qenë i komplikuar, sa që këtu ka pas padi u vranë dy ushtarë të NATO-s në kufi me Preshevën në ndej. Edhe u fajsun shqiptarë. Dhe në atë situatë ne kemi ngritur dyshimet tona. Përfundimi ka qenë që njerëzit u liruan nga burgu. Çka thoni për njerëzit që thonë qysh mundeni ju me vazhdu me i pas 4 ministrat ndryshëm? Në këtë kohë të ndryshëm keni ndru 4 ministra drejtësisë në kohën kur shumë prej qytetarëve nuk e përjetojnë sistemin e drejtësisë në Maqedoni që të ketë qenë shumë i drejtë, e BDI-a i ka pas 4 ministra drejtësisë. Çka i thoni që atë në njerëzve, ndaj cilëve menojnë që ju ka bojë pa drejtë dhe nuk ka drejtësi? Është në Republikën e Maqedonisë është e vërtet që jo 4 ministra si ministra, po si numra, por vite si vite, nuk janë të gjitha vitet që ka drejtu dikasterin
e drejtësisë Bashkimit Demokratik për Integrim, por me reformat në gjyqësi nuk kemi problem vetëm ne këtu në Republikën e Maqedonisë, por reformat në gjyqësi ka problem gjithë rajoni i Ballkanit dhe gjitha shtetet që ndonjë pjesë e rajonit është të shku ma keq për drejtësi. Që ka dalë prej ish sistemeve. Tash këtu është të punu intensivisht për të bërë vërtet reforma rrënjësore në bazë të orientimeve edhe të Komisionit të Evropës, po edhe në bazë të raportit që ka bërë zoti Prive si i angazhuar i institucioneve të marrë relevante europiane. Përgjime që u zbulun mes Ministrës së Punëve të Brendshme, Jakullovskës, dhe Mihajlovit, ishin përgjime që kallëzojshin që shërbime sekrete në qëtë shtet vendosin kush ka me hi në burg e kush jo dhe sa ka me nejtë në burg edhe i diskutojnë që atë punë. Jo, i keni po, kjo s'kallëzën për reforma, kjo kallëzën që ky shtet është ka shku në regres, jo në progres sa i përket reforma e drejtësisë. Apo e kom gabim unë me analizën teme? Jo, nuk e keni gabim, por këtë arsye është bërë dhe një prokurori speciale këtu, pikërisht, për të parë, për të analizuar dhe për të thanë të vërtetën. Më thotë, nuk është bërë nga qefi prokuroria speciale në Republikën e Maqedonisë. Pikërisht, masi e qelet këtë temë, është bërë për këtë situata. Sot, e kini prokurori speciale, një profesioniste shqiptare në qatë prokurori speciale që s'po guxon me folë shqip, sepse ju, Ali Ahmeti, s'ja keni siguru barabartësin me përdor gjuhën shqipe. Pse keni leju në fund ditës me hi, prej marrëveshjes së Ohrit e keni pranu atë formulimin që gjuha zyrtare vetëm në Maqedoni është gjuhë maqedone, edhe gjuhë tjera jo maqedone mund të përdoren vetëm aty ku ma shumë se 20% popullatës janë shqiptar, po nuk thuhet që është gjuhë zyrtare. Pse lejut me ardhete ky formulim? Së pari njerë shënimin që e ke shumë të pa argumentuar edhe nuk e ke shënim autentik, do thot kushtetutës edhe të marrëveshjes së Ohrit. Sepse sipas marrëveshjes së Ohrit dhe kushtetutës së Republikës Maqedonisë, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve gjithashtu është gjuhë zyrtare. E pse se përdori ajo prokuroria gjuhën shqipe pra? Po. Dhe shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit në pjesën legislative thuajse tërësisht kanë kaluar dhe në kanë mbetur pa u realizuar edhe ky kapitull, do thot pa u mbyllur i gjuhës shqipe. Kemi shkuar disa hapa i kemi bërë, por pa u mbyllur përfundimisht sepse kemi patur dallime në interpretim të kushtetutës dhe në interpretim të marrëveshjes së Ohrit, edhe me LSDM-n kur kemi qenë në partneritet, edhe tash ku jemi në bashkë qeverisje me Apo gaboj unë që po menoj që gjuha është njëri prej argumente kryesore aty? Apo gaboj? Një moment, sepse gjuhën, për shembull, çdo ministër në parlament paraqet fjalën e tij në gjuhën shqipe, unë si deputet në Parlamentin e Republikës Maqedonisë nuk fillon seanca nëse nuk e kam të gjitha materialet në gjuhën time. Mirë po, akoma... Do më thonë vetit i keni siguru rahatime për dorë. E prokurorës? Po, edhe i kemi siguru rahatin një popullit të tërë në Republikën e Maqedonisë dhe unë jam shumë krenar që sot shqiptarët në Maqedoni kanë 2 universitete dhe dje dhe sigurisht që edhe ju jeni gëzuar, është formuar komisioni ëm për themelimin e universitetit të dytë në gjuhën shqipe në Shkup, universiteti quhet Nën Tereza, dhe sot shqiptarët e Maqedonisë kanë mbi 25.000 studentë dhe për kjo më bën krenar. Faleminderit shumë që na lojnë Maqedonët mu shkollu. Faleminderit. Ati thojmë medale Maqedonëve që na lojnë mu shkollu. Kur po menoni që keni mujtë gjuhën zyrtare me u siguru shqiptarëve si gjuhë zyrtare, gjuhën e dy që shtot marrëveshja Ohrit? U mendoj që është çështje kohe, është çështje se kur do të vendosim në tavolim për zgjidhje për përfundimtare. Është çështje kohe. Sa duhet me prit njerëz për 2001 është marrëveshja Ohrit? Do me thonë 2016 jemi që 15 vjetë. 15 vjetë me realizu një drejt marrëveshjes Ohrit? Një marrëveshje e dal nga lufta, një marrëveshje e dal nga një kompromis
shumë i madh që është bërë, nga një pajtim shumë i madh që është bërë mes dy komuniteteve të mëdha, komuniteti shqiptar dhe ati Maqedonas, më thotë, nuk ka qenë edhe e lehtë, më thotë, për të realizu në praktik nga ana teorike që është parapar dhe është paracaktu afatet se kur duhet të implementohet. Sepse kur i hynë zbatimi praktik, sigurisht dalin vështërsi, dalin pengesa. Kur kemi hyrë në luftën e Kosovës, po edhe këtu kemi hyrë me qëllimin që do realizojmë, me përfundimin e luftës, do i realizojmë të gjithat ato kërkesa që i kemi patur, po nga 99-a pavarësia e Kosovës ndodhi pas sa vitesh dhe filluan njerëzit në tërësi të dëshprohen në Kosovë, se u vranë po veç në ndërkohë mi u kallëzu, sërbët e Kosovës ma vonë kanë fillu me realizu drejtën për gjuhë zyrtare, u realizu pavarësia e Kosovës, veç tu i garantu sërbëve që kanë me përdor gjuhë zyrtare. Sërbët e Kosovës shumë a pak jënë me numër se të Maqedonisë, arretën gjuhën zyrtare me bo gjuhë zyrtare. Ju në Maqedoni, qka u bo me përpjekjet e juja politike, a mundëni me pranu që jënë dështume dhe i tash përpjekjet politike, duke llogaritur që 15 vjetë s'keni arrit gjuhën shqipe me bo zyrtare? Nuk janë përpjekjet dështuara dhe nuk është punë që nuk duhet përshëndetur nga ajo që është bërë në Republikën e Maqedonisë me shqiptarët. Jo rastisht unë u theksova që shqiptarët kanë 2 universitete në gjuhën e tyre. Po, veç në ndërkohë, identiteti i Maqedonisë si ortodoks edhe shumë ma shumë, Maqedon është kriju edhe ma shumë. 4.000 forcat armatosur në kuadrë të forcave të shtetit, 2.000 forca kanë polici dhe 2.000 forca kanë ushtrinë Ju thatë që ata i kanë, po ata s'po kanë kur farfuqie me e bod barabar trajtimin ndaj shqiptarëve kur pa arrestohen. A i dini që asni gjykatës sot shqiptar sot ndaj grupit Kumanovës? Asni gjykatës shqiptar sot? A i dini që asni gjykatës në Maqedoni nuk është në penale? A i dini ju që shqiptarët nuk pranojnë të marrin pjesë në ato procese? Po pyesni mu ju, a marrin pjesë shqiptarët në ato procese? Sigurisht që nuk marrin pjesë, sepse ato janë procese që kanë përgjegjësi. Dhe nuk bën me kaq lehtësi të flitet se nuk merr pjesë ky apo nuk merr pjesë ai. Do thotë janë procese ku ka përgjegjësi të lartë, do thotë njerëzit edhe kanë rezervat e tyre me hyjë një procesi apo mos me hyjë një procesi, po t'i lëmë këto gjëra. Do me thënë, a jeni të thonë që shqiptarët e Maqedonisë janë guximshëm boll, disa profesionistë janë guximshëm për me i hi kësaj. Sigurisht që ka edhe probleme të tilla, por në Republikën e Maqedonisë, jo që unë jam në krye të politikës dhe unë tani të bëhem avokat i vetes time, por gjërat që duken, ato janë të prekshme për çdo shqiptar, nuk them që kam përfunduar të gjitha gjërat, kemi edhe shumë punë për të bërë, duke filluar që nga gjuha tek përfaqësimi i drejtë. Po duket si gjatë shumë e vogël. Për shembull, kanë filluar shqiptarët me fol për federalizim. Ku me fol për federalizim kur ju as gjuhën se keni realizu mas 15 vjetëve? Çka menoni ju për federalizim? Nuk mund të bëhet federalizim në një vend ku nuk di ku t'i vendosish kufit, ku nuk e di ku fillon dhe ku mbarojnë një komunitet dhe fillon komuniteti tjetër për të hyrë në tema të tilla, duhet të njohësh konfiguracionin, duhet të njohësh gjeografinë e një vendi, duhet të njohësh vendbanimet e një vendi, zgjidhja më e mirë se sa vetë marrëveshja e Ohrit që i zgjidh këto probleme, që dy komunitete të jenë të barabarta, zgjidhje më të mirë politike dhe ligjore nuk ka për këtë vend. Si mund të krijohet një federat ose një konfederat, kur një federat apo konfederat duhet të ketë kufit e caktuar, duhet të ketë territorin e Po, veç çka është reagimi juaj nëse, zotni Ahmeti, prej marrëveshjes së Ohrit, kemi një disponim një lëvizje shumë nacionaliste, se që e keni pasë në kohën kur nënshkru marrëveshja e Ohrit ka ana maqedonase. Keni orientim shumë ortodoks, insistencë mu kriju një identitet ortodoks. Juve ndoshta nuk mund të mos ju duket nga afër, si po thuni, shumë dramatike, po prej jashtë duket mjaft dramatike kjo tendencë e qeverisë e VMRO-s
me etablu një identitet shumë ortodoks, se që është tolerant të dy etnive, që shpo e thuni jo. Kur janë ndërtuar identitetet kombëtare, janë ndërtuar në shekullin 18-19. Po, ju po e ndërtoni tash, Maqedoni. Vështirë është, mund të ndërtosh identitet në shekullin 21. Po jo, me 500 milion euro në statuja nështë edhe e ndërton, me 500 milion euro. Çështja është, ne na intereson të avancohet çështja shqiptare, pa pretenduar që të bëjmë keq të tjerëve. Dhe unë mendoj që në këtë drejtim raporti shqiptaro-maqedone për këto 15 vite kanë nxjerrë mësim, sidomos edhe nga vetë lufta e 2001-shit, komuniteti i Maqedonas ka nxjerrë mësim, ka mësuar nga ajo situatë që ndodhi. Ja, për shembull, është për të përshëndetur Skënderbeu në sheshin e Shkupit. Është Vli Bara Qiran, bashkë me VRM-on, me vazhdu me qenë qeveri me gjithë këtë dam që është të e bo, edhe nëse i arrin disa suksese si sheshin e Skënderbeut. Apo ja Vlim Bara Qiran për ju si politikan? E para nuk është vetëm sheshi Skënderbeu, po janë një varg veprash kapitale që i kanë ndërtuar shqiptarët në Republikën e Maqedonisë dhe koalicionet këtu nuk bëhen sipas vullnetit të partive politike, por koalicionet bëhen sipas vullnetit të votuesve. Jo, bëhen sipas vullnetit, kërkush ju qëtë ju pushkon kry me thonë gjithësysh shkoni me vëmrona, po me zërë s'boni ju në koalicion, s'hyni. Njerëzit një na votojnë një për të përfaqësuar ata. Një nuk na votojnë njerëzit për të shëtitur në rrugë. A i keni pyet kohëve të fundit, apo dojnë me qenë, a i keni pyet kohëve të fundit, elektoratin e juj? Sigurisht që i kemi pyet. Edhe qka po thot, me najt me vëmëronën në qeveri? Sigurisht që i kemi pyet. Qka po thot? Dhe mos qënja jonë në këtë qeveri sigurisht që do kishe një situatë krejtësisht tjetër në Republikën e Maqedonisë, do kishe një situatë të përmasave kaotike, të pa kontrollueshme në Republikën e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Se e kontrollueshme po ju duket që kjo? Sigurisht që e kontrollueshme është, sigurisht që është e kontrollueshme. 30.000 shqiptarë dolën rrugë me ju kallëzu që nuk janë të kënaqur me këtë qeverisje. Ku kanë dalë ato 30.000 shqiptarë? Para disa jave? A shërbeni me shifra kështu politike, hajtë kallëzoni ju mu, shifrat e VDI-s, cilat janë? Shifrat e VDI-s janë 4.500 pjesëmarrës. 4.500? Sigurisht. E fotografit, si pas jush? Mirë dhe numroni, të gjitha fotografit i numroni një nga një. Dhe nuk na bën përshtypje kjo punë, sepse... Mirë, apo më thuni ju që në biseda që i keni me elektoratin e ju, jënë të kënaqur? Ne të provojme në zgjedhje. Asnjëherë të kënaqur, edhe ne vetë nuk kemi qenë me punën që kemi bërë, sepse gjithmonë mund bëhet edhe më shumë, gjithmonë mund bëhet edhe më mirë. Po du me artë situata, e sot në fund e keni përkra vëmëron disa raste, po kritikoni për disa gjana ku jeni të e përkra, sidomos shkurt, për me shpërbaku vendin e keni përkra, edhe pse po thuni po duhet mu distancu për tëne, po e keni përkra. E keni përkra me vota me i shty zgjedhjet e 5 qershorit, kjo nuk o bo në koordinim me parti tjera politike. Tash e keni votu në paket më shkarku ministrat e opozitës, edhe i keni qelë rrugë një farë falje që është selektive. Pse BDI po e përkra ndrimin e strukturës qeveris kur e keni një marrëveshje të përshnos, e cila thot që duhet me egzistu një qeveri teknike me antar të opozitës 6 muaj para zgjedhjeve. Pse po i bëni këto lojna me VMRO-n, e keni po thuni që këshe në bashkërëndim me bashkësi ndërkombëtare? Nuk thash në bashkërëndim, po thash një për herë kemi qenë në partneritet për procese të rëndësishme të këtij vendi, por duhet bëj të shpjegime se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është servis as i VMRO-s, as i LSDM-s. Bashkimi Demokratik për Integrim sheh të jetësoj, të materializoj platformën e vetë, të ruhet. Cila platformë? Që kjo që se ka bojt gjuhën zyrtare, hala gjuhën Shqipe zyrtare, ma së një? Ajo, të mos them që është e bërë, sepse, të mos them që është e bërë. Jo, vëlla, së është e bërë. Pa u bo, se logaritin të bëme. Kur tani në Fatime Fetahun të folë Shqip, që atëhere besoj. Dojnë dëgjosh edhe Fatime Fetahun. Kur? Hajde kur? Ama një datë?
Shumë shpejt. Kur është shpejt? Do thotë mas procesit zgjedhor, mas të mbahen zgjedhjeve, kjo gjë do të jetë. Mas zgjedhjeve janë edhe 4 vjet mandat. Jo, nuk ka 4 vjet. Tavolin ka me qenë. Jo, nuk ka 4 vjet. A ka mu realizu? Do thotë, si realizohet. Çështja e gjuhës shqipe është kapitull i mbyllur për mu. Por të ndalemi për ju, për Fatime Fetaun, zguxoj e boni një fjali u bo e madhe. Të ndalemi tek këto janë gjëra që kërkojnë më shumë hajde po nolëm te përkrahja VMRO-s. Servisi i njërës apo tjetrës. Që unë ti kallzova konkretisht. Bashkimi Demokratik për Integrim. As servisi njërës, as servisi tjetrës. Nuk jemi shërptor as të njërës palë, as të palës tjetër, por hajde dëshmojeni veprime. Kallzomi veprime që i keni bo kove të fundit që janë kundër VMRO-s. Veprimet tona janë. 25 prilli është datë e dakorduar mes 4 forcave politike, 2 shqiptare dhe 2 maqedone, që me 25 prill në Maqedoni të ketë 24 prill të ketë zgjedhje të përgjithshme. Jo në bazë marrëveshjes Përzhnës. Po, dhe kjo datë aty është thot 6 sankcionuar. muaj para zgjedhjeve ka qeveri teknike. Jeta. Tani unë një maj që kam nënshkruar marrëveshjen. Marrëveshja dhe firma ime është aty. Me 24 prill në Maqedoni organizohen zgjedhje të përgjithshme dhe kemi nënshkruar 4 drejtuesët politik. Ali Ahmeti, Nikola Gruevski, Mendu Thaçi, Zoran Zaidi. Edhe çka u bë për 24 prillit? Me 24 prill ka kërku opozita, ka thonë nuk jemi të gatshëm të marrim pjesë në zgjedhje, të ndryshohet data e zgjedhjeve. Normal, se u bë folja, amnestia në ndërkohë. Jo, nuk ka ndodhur amnestia. Jo. Një moment. Atëherë kanë filluar në rinë negociata. Me Bruxelles, me Komitet Ndërkombëtar, me parti politike. Dhe ne kemi kërkuar të respektohet marrëveshja. Ashtu si e thu ti se nuk e di, se e thu gabim, po du të thonë si e thu ti. Po Bruxelli tha... Ajo Përzhina që i thu ti, po se ti si e the. Ajo është marrëveshja e Shkupit. Në tërësi, shtyllat kryesore të kësaj marrëveshje janë zbatuar, janë implementuar. 1. Opozita u kthye në parlament. 2. U kriju, u themelu prokuroria speciale. 3. U formatu Komisioni Shtetëror i ri zgjedhor, sipas marrëveshjes shumë palëshe. U bo, ka dalë, prokuroria speciale pse u bo? Për me i njek njerëz të bombave. Sigurisht. Njerëz të bombave u lirun për presidentit ju i dashur të Maqedonisë. Po s'dolem nga aty prite. Qysh s'dolem? Po ngutesh. 4. Kryeministri dha dorëheqje. Po. Auda. Dhe 100 ditë para zgjedhjeve. Po. Bëhet qeveri për organizimin e zgjedhjeve. Edhe kjo u bë. Ka dale, 6 muaj po shkruan marrëveshja që e keni shkruar me dorë tone. Pa ju bë, para 6 muajve. Mirë po, liç kemi siguruar. 6 muaj. Para 6 muajve, vjet tash po flasim për marrëveshjen. Mirë po, në këtë marrëveshje e kemi sankcionuar me ligj që në zgjedhjet e ardhshme, 100 ditë përpara, Kryeministri jep dorëheqje dhe formohet qeveri për organizimin e zgjedhjeve, për zgjedhjet që pasojnë, a kupton? Jo për këta të 2016-s. Kjo datë u ndryshua me insistim të opozitës nga 24 në 5 qershor. Dhe kur afroheshte data 5 qershor, këtu çështjen e problematizoi amnestia e të ashtu quajturit presidenti Maqedonisë Ivanov me amnestin dhe faljen që u bëri 56 funksionarëve të lartë shtetëror të cilët i kanë akt akuz. E pse ju e lejut, pse e përkrahat VMRO-n për 5 qershorin, pse e përkrahat kur u bë kjo falje? Dhe VMRO-n ne nuk e kemi përkrahur për 5 qershor në momenti kur u bë amnestia dhe falja nga presidenti, ne jemi ulur në tavolinë edhe me përfaqësues ndërkombëtar dhe me VMRO-DPMN në 1 dhe i kam thënë Nikola Gruevski, të mos ndëgjojsh
nga gazetar, të mos ndëgjosh nga mediumet, Bashkimi Demokratik për Integrim. Nuk merr pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit për arsye se nuk duam të marrim pjesë në zgjedhjet të kontestuara kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht për arsye se ka ndodhur kjo problematikë. Dhe nga e moment është krijuar një situatë e re në Republikën e Maqedonisë. Ka dalë, a i votut ju shkarkimin e ministrave të opozitës? Ministrat e opozitës kanë kërkuar dorëheqjen. Po, edhe ju e aprovu. Jo, po ti nuk mund të veprosh ndryshe kur ai ka kërkuar të dorëhiqet dhe parlamenti. E keni fjalën, kena thonë s'kemi bo kur gjo, BDI-a s'kemi bo kur gjo, pa konsenzus me krejt partit. Keni thonë që shtu? Tash këtu ka ndryshuar situata me ndryshimin e zgjedhjeve. Më thot me kërkesë të opozitës u ndryshua e tërë strategjia. Dhe tash, këtu ke pas situatë vërtet të rënduar. Dhe këtu duhet të kërkohet të shpëtimi, duhet të kthehen institucionet të funksionojnë. Hapi i parë që duhet bërë të kthehet parlamenti, të rikthehet parlamenti në funksion. Nuk kishte kush e arsyeton dhe nuk kishte kush i hyni iniciative të tillë për të rikthy parlamentin në funksion. Tani ne kemi një parlament funksional. Me opozit? Nuk them që o bë zgjedhja më e mirë. A i keni me opozit parlamentin sot? Opozita duhet të kthehet në tryez, duhet të kthehet në dialog. Hapësirë ka për të biseduar. Opozita, protestat që bëhen janë e drejtë kushtetuese. Çdo qytetar i Republikës Maqedonisë ka të drejtë protestoj, edhe shoqëria civile, edhe partitë politike, por këtu ka patur një jetë kaotike dhe ka patur rreziqe nga rreziqet më të mëdha që ka mund të shpërthejnë për institucione. Mirë, po vim në fund. Një pyetje pak më provokative. A guxon me hi sot në Kumanov? Unë kam qenë në Kumanov, unë kam qenë në Likov, unë kam miq, unë kam... Herën e fundit kur ke qenë në Kumanov? Hiq ma shumë se një muaj nuk ka që kam qenë në Kumanov. Lagjet trimave? Në lagjet trimave nuk kam qenë, por në Kumanov kam qenë. Jo miftuar që të shkoj, po nuk kam patur kohë, sepse kam stes për shku. A ke shku në lagjet e trimave mas incidentit që ka ndodhur para një viti? Jo, nuk kam shkuar, me rëndësi ka qenë që ajo lagje të rindërtohet. E vërtet, e pam jënë të rindërtu, e pam e pare të shtetit. Zënjamit e është pak e çuditshëm që një përfaqësues i shqiptarëve nuk shkon në lagjen që është bërë një aksion kundër madje edhe civilëve. Është e çuditshme. Aty kanë shku të gjithë funksionarët, atë detyre kanë pas dhe unë nuk kam dashur të shkoj aty me lagje të rënume. Kjo ka qenë. Por me lagje të ndërtume. Tash është ndërtume, se s'ke shku të ndërtume. Kam ftesë, por nuk ka premtuar koha që të shkoj. Veç po pyetje koha, jo? S'ka na hezitim tjetër. Është pyetje jo, absolut. Faleminderit zotni Ahmeti që ishit Jeta Kosovë. Faleminderit edhe për kohën tuaj. Pra, ndoqët materialin e përgatitur nga ekipi jonë për xhirimeve në Kumanov, Shkup, Tetov, të jetës në Maqedoni, ma shumë se të jetës Kosovë. Na shkruani në kallxo.com e deri tajtën e ardhshme me të mira.